Kthehemi në studio, diskutojmë tani se i takon zhvillimeve politike. Unë kam një panel të ndarë në studio dhe online. Në studio është bashkuar me ne Olon Kalaja. Olon, shumë faleminderit që jemi ne kësi të bisedojmë. Ndërkohë, paralelisht në Skype, kemi avokatin Kujtim Ibra dhe analistin Andri Bale. Ju përshëndes të dyve, shumë faleminderit, kënaqësi të diskutojmë. Përshëndetje Gjojnë. Kënaqësi. Mirë, për njës bisedën në studio me Aulonin. Aulon pati një vendim të fort nga kushtetusja, çka pamundson zgjedhje deri në, po themi, zgjedhje të rregullta, nëse nuk ka një vendim të formës prerë ose në rast të përmbushjes së dispozitave të tjera që legjitimojnë edhe garën e parakoshme. Çfarë të bën përshtypje, kishte një reagim nga Rama, duket sikur Rama i dha, po themi, shtytje logjikës se me këtë vendim të kushtetuesës i bie që të ketë një lehtësim të masës për Veliajn. Si e sheh? Nuk besoj që janë të lidhura njëra me tjetrën, që do të thotë duhet bëjmë një ndarje simetrik të çështjes Veliajt në gjykatën kushtetuese dhe të akuzave që ai po përjeton në prokurorinë e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, pra në atë që quhet SPAK, që do kaloj më vonë në gjykat për gjykim. Edhe fishekzjarët e ditës djeshme besoj se ishin të pakuptimta në raport me gjendjen faktike të pandehurit Erjon Veliaj, sepse u krijua një ide në eter sikur Veliaj doli nga burgu tani më me këtë vendim. Sigurisht edhe njerëzit pranë tij u munduan që ta shisnin kështu këtë gjë. Por me sa kam parë aty janë 12-13 çështje që Veliaj do duhet jap përgjigje në raport me akuzën që ka për një çështje të caktuar. Imagjino për çështjet e tjera që janë në SPAK. Shiko, dy janë momentet kryesore për mendimin tim të kësaj historie. Në rast se doni mendimin tim, unë mendoj që gjykata kushtetuese vendosi drejt në raport me çështjet e zgjedhjes në Tiranë, sepse për zotin Veliaj nuk u zbatua procedura. Pra, sigurisht që në rast se ke ndërmend të shkarkosh një kryetar bashkie, duhet zbatosh procedurën dhe të mos përdorësh 5 standarde. Një standard për kryetarin e bashkisë Tropojës, edhe një standard për kryetarin e bashkisë Tiranës, sepse Shqipëria është një shtet unitar dhe i pandar dhe ligji zbatohet njëjtë, si në Tiranë dhe si në Tropojë. Mora dy skajat. Tani përse i përket argumentit politik, ne bashkë kemi qenë në këtë studio, unë ju thash që kam pasur akses në disa sondazhe dhe Florian Binaj, kandidati i opozitës, dilte shumë lart në raport me Ogerta Manastirliun në pëlqyeshmëri. Në vot jo, sepse nuk e di se s'është votuar akoma. E para këtë këndvështrim unë gjykoj që kjo mund të ishte edhe një lëvizje taktike e Ramës duke ushtruar presion në gjykatën kushtetuese, sepse realisht nuk është se jemi në një vend me gjykatat pavara dhe parimi check and balance në Shqipëri nuk përbën sens. Për mendimin tim, këtë e kam vujt dhe në kurrizin tim për çështjet që unë kam hapur dhe po ndjek. Por të gjithë shqiptarët besojnë mendojnë kështu. Jo të gjithë, se u shpreha gabim, shumica shqiptarëve mendojnë kështu. Kështu që kjo ishte edhe një shtyrje në kohë, sepse në rast se do kishim një garë në Tiranë me shumë gjasa, në rast se do votojnë këtë lloj forme, sigurisht që Binaj kishte një lloj avantazhi, duke pas parasysh dhe përçarjen që po ndodh në Partinë Socialiste, qoftë dhe në goditjen e fundit që ndodhi me zonjën Belinda Balluku apo me prokrasit e zotit Veliaj, të cilët normalisht ishin të pakënaqur nga ajo që i ndodhi shefit tyre në këtë rast duke u goditur nga Rama. E parë këtë këndvështrim unë mendoj që mund të jetë një manovër e Ramës për të shtyrë zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, sepse nuk i dilnin mirë llogaritë. Llogaritë e qershorit të Ramës e nxirrin atë fitues, por një realitet i ri ndodhi në politikën shqiptare me futjen e një njeriu i cili vinte nga jashtë brenda, pra zotit Binaj, me një parti demokratike të pa organizuar, pa tjetër, por që mblodhi rreth vetes ky kandidat një frym që vinte kryesisht nga rinia dhe nga rrjetet sociale. Tani, ky mund të jetë një variant që shkon deri në teorinë e konspiracionit, unë e kuptoj shumë mirë, por duke analizu politikën që po ndodh në Shqipëri, unë mendoj që kjo mund të jetë një variant. Ndërsa përsa i përket Erjon Veliajt, unë mendoj që ai do duhet të ballafaqohet me gjykatën dhe sigurisht që në rast se merr pafajësinë, jam shumë dakord që do jetë patjetër kryetari i Bashkisë Tiranës, por unë mendoj që kjo është një rrugë e largët dhe me aq sa e kam lexuar ndosjen, unë gjykoj që ai do ta ketë rrugën malore përsa i përket raportit me drejtsinë. Pra si përfundim, mendoj që çështja kushtetuese nuk do ndikojë tek masa Erjon Veliajs, ai do vazhdojë të jetë në burg. Okej. Andri dhe avokatin po e lën fund, jo pa qëllim për na bërë një kopsitje juridike, por të diskutojmë fillimisht dhe në konceptin politik. Andri, çfarë
nënkuptojnë zhvillimet e fundit edhe në skenën politike. Rama ka një ndryshim të qëndrimit të tij fillestar, si e lexove postimin në rrjetin social X. A të bëj një saksim vetëm para se shkoj te Rama, do të bëj një saksim që do të kujtoj për gjithë opinionin publik, po edhe për Aulonin që Erion Velia është kryetar edhe një vit e gjys kryetar i Bashkisë Tiranë me vendimin e kushtetuesës. Për shembull, nuk është 3-4 vjetë kryetar. Për shembull, dhe ky është mandati i fundit dhe Erion Velia nuk ka drejtë të rizgjedhje. Pra ky është mandati i tretë si kryetar bashkie dhe nuk ka drejtë të rizgjedhje. Jo, një sekond, prise, po nuk mund të mbaroj një hetim dhe një gjykim me vendim formës prerë, do mbaroj, besoj, në bas mbylljes mandatit të zotit Velie. Pra zoti Velie do jetë gjykat shkallës parë, gjykoko shkallës parë dhe pastaj kur të vendosi apeli, besoj se Velia s'ka për të qenë kryebashkiak sepse është një kohë gjatë derisa të kalon vendimi i formës së prerë, sepse nuk jemi në kushtet e flagrancës kur gjyqi zhvillohet edhe pak më shpejt. Pra, në kontekstin ku jemi sot, thirrja edhe ajo që pashtu nga Edi Rama është se Erion Velia pak në sipas gjykatës kushtetuese është vendosur që të qëndrojë në detyrë deri në përfundim të mandatit të tij si kryebashkiak. Tani, ndarja e pushteteve, absolutisht që u vendos ndarja e pushteteve nga vendimi i gjykatës kushtetuese, vendim ende i pa arsyetuar, por zoti Rama pak evazive çfarë do të thotë, sepse e para njëherë duket sikur zoti Rama fillimisht bashkë me opozitën, se do ta theksojmë këtu, bashkë me opozitën, bashkë me Këshillin Bashkiak të PD-s, u bën unison, pra votat e Partisë Socialiste dhe votat e opozitës në parlamentin e bashkisë, u bën bashkë për ta shkarkuar Erion Velia. Pra vullneti i qeverisë ishte shkarkimi në emergjencë i Erion Velia. Vullneti i gjykatës kushtetuese ishte ndalimi si antikushtetues, ndoshta më shumë të formalitetit që u ndoq dhe jo procedurës që kalon pra nga propozimi i Këshillit Bashkiak, Këshilli i Ministrave dhe dekretimi. Unë nuk besoj se argumentimi i gjykatës mbasi të gjykatës kushtetuese do jetë për faktin që pse e propozoi Këshilli Bashkiak. As do jetë pse e shkarkoi Këshilli i Ministrave, as do jetë pse presidenti dekretoi datën, po procesi që u ndoq ishte jo dur dhe i gabuar. Pra Velia nuk e dëgjua, vendimet u dhanë me urgjencë, Këshilli Rama mblodhi të gjithë këshilltarët bashkiak dhe i urdhëroi për shkarkimin. Këshilltarët bashkiak socialistë u bën bashkë me votat e demokratëve se nuk plotësonin kvorumin e shkarkimit dhe bën dhe votat e opozitës, qoftë dhe të Partisë Demokratike për ta shkarkuar, dhe sot Partia Demokratike është po aq fajtore sa ndoshta edhe nuk e di kush janë, zoti Shabani është në Këshill Bashkiak, është dhe një përfaqësuese e Lëvizjes Bashkë, të gjithë këta u bën fajtor dhe bashkëpunëtor me Edi Ramën për të shkarkuar Erion Velien dhe nuk kanë çaj kërkojnë gjykatës kushtetuese sot, sepse gjykata kushtetuese nuk vendos bazë si thush procedurave që ndoqën këta përpara. Këta sot i kërkojnë gjykatës kushtetuese sepse tani ky vendimi i presidentit është antikushtetues. Jo më zotëri, jo. Antikushtetues është që kur doli nga votimi i Këshillit Bashkiak. Pra, ti nuk mund pretendosh të mbrosh kushtetutën kur shkon vendimi kushtetuese, ti kushtetutën e mbron kur merr ti vendim mirë, kur ngritë kartonin. Ti u bëre palë me Edi Ramën që dha urdhër dhe ti është shumë mirë sepse e dhan dhe mediat se si i mblodhi këshilltarët bashkiak. Kryeministri, se shpun nga kryeministri, i mblodhi 7 muaj dhe jo 3 muaj siç pretenduat ju parazgjedhjet që dilnit në protesta, dhe tani në këto 8 muaj që Erion Velia shkoi në paraburgim, nuk patëm mas një organizim protestash. Unë prandaj po them që PD-ja nuk është kjo që donte të shkonte zgjedhje, unë besoj se PD-ja më shumë se sa Rama e do Erion Velia. Jashtë pak të dikthejnë protestave para Bashkisë Tiranë, se Ramës i ka rënë veshët e rehat, jo vetëm para
si thua, shetimit dhe procedimit për zotin Velie, po dhe pas, sepse asnjë protestë e Partisë Demokratike nuk është zhvilluar në ambientet ose si thuash, jashtë oborrit të kryeministrisë. Ku aty ndodhej dhe zonja Balluku, aty ndodhej dhe Edi Rama, pra këto lubinjtë të korrupsionit, dhe gjatë këtyre 8 muajve e bën pushim dhe ndoshta nëse gjykata kushtetuese do kishte vendosur kundra, Partia Demokratike do nisej do bënte protestat e burgu i Durrësit, sepse nuk kanë objekt tjetër këta ku t'i referohen për protestat. Prandaj të gjithë palëve intereson Erion Velia jashtë për 1000 arsye, po mirë, ja të ne thot avokati, avokat Rama sugjeronte lehtësim të masës sigurisë në logjikën ose ndoshta në frymën e vendimit të gjykatës kushtetuese. A është një pretendim i drejtë apo është një logjikë që nuk përkon me praktikën ligjore? A mund të lirohet Velia? Shikoj, gjithkush e ka menduar, sidomos juristët kanë menduar që pas vendimit nëse gjykata kushtetuese do pranonte kërkesën e zotit Veliaj, do ishte një benefic, po themi, që do të përdoren në zmensimin e masë sigurimit në gjykatën e posaçme. Unë besoj që ligji 189 i vitit 2015 në pushtetin vendor ka vakume ligjore të tejskajshme. E supozojmë, jemi para faktit hyrë tashmë që gjykata kushtetuese poli, pra për kërkesën e zotit Veliaj për anullimin e vendimit të Këshillit të Ministrave dhe për përsërimin e dekretit presidentit në rastin e kërkuesit Erion Veliaj. Po si të drejtohet Erion Veliaj shtot pyetja nga paraburgimi i Bashkimit të Tiranës. Në çfarë mënyre? Dhe nëse ne flasim për drejtimin fizik, është e pamundur. Atë delegimi është deleguar. Po nëse një nënkryetare nuk kryen detyrën siç duhet, cili kryetar bashkie do shkarkojë? Nënkryetarin e bashkisë për cilin është deleguar firma në momentin që paraburgimi po themi. Asgjë nuk është përcaktuar dhe gjykata kushtetuese nuk ka bërë një sqarim ligjor për sa i përket ligjin mbi pushtetin vendor, sepse u donte ose mënyra tjetër është që zoti Veliaj duhet të bëjë lëvizje përsëri gjykatën kushtetuese për mënyrën e administrimit të Bashkisë së Tiranës dhe funksionimit të saj. Sepse ligji nuk e përcakton, ligji tjetër nuk e përcakton. Dhe tani Veliaj ka kapacitet të plot të drejtojë me, nuk e di tash, me shkresa notariale, me çfarë? Po, ja pra, kjo është ngërçi më i madh. Sepse që përmeni dhe Andri e tha shumë mirë, që i bie që zoti Veliaj, me këtë procedurë dhe me këto akuzë që ka, i bie që të kaloj viti 2027-2028 që vendimit i masë për prerë. Po si do drejtohet Bashkia e Tiranës? Me çfarë mënyre ligjore do drejtohet? Pra, si do shkojnë shkresat, si do protokollohen, si do i urdhra. Pra, gjitha këto ka një formë veçantë dhe nuk është përcaktuar në ligj, sepse nuk është përcaktuar që në një moment që kryetari i bashkisë nëse arrestohet dhe kalojnë, po themi, duhet të ishte përcaktuar që kalojnë 3 muaj fate paraburgimit, atëherë aty në ligj duhet përcaktohet që duhet shkarkohet për arsye sepse është në një mas paraburgimit, në një mas ndalimit. Pra, ne kemi mos paraqitjen punë, po mos paraqitja në punë është për arsye shëndetësore, ka shumë arsye të tjera. Lajtitin, ka jetë socia për vepruar dhe shumë arsye të tjera. Por nuk është parashikuar pjesa e shkeljes ligjit, pra pjesa e ndalimit të si masë sigurimit qoftë arrest shtëpi ose qoftë arrest punë. Dhe kjo lë shumë për të dëshiruar, sepse sot si do drejtohet, pyetja shtrohet. Si do drejtohet Erion Veliaj Bashkinë e Tiranës, si në çfarë forme? Nga paraburgimi i Durrësit, atë qytetarët e Tiranës, pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese, janë pa kryetar bashkie po prapë. Sepse kryetari i Bashkisë Erion Veliaj nuk është fizikisht në zyrë, nuk e kontrollon bashkinë dot, nuk kontrollon punonjësit dhe gjithë punët e bashkisë. Atëherë, a mos duhet që në mënyrë urgjente të ndryshohet ligji mbi pushtetin vendor dhe të përcaktohet qartë ku një kryetar bashkie munkon për arsye të arrestit të tij ose të masë sigurimit të arrestit, përcaktohet qartë masa arrestit qoftë bukur ose qoftë në arrest shtëpie, për ashtu detyrim paraqitje se ka drejt shkojnë punë. Që brenda 3 muajve nëse nuk paraqitet punë për këtë shkaqe ligjore, për arsye masë sigurimi që vendos gjykata, atëherë ky duhet shkarkohet. Dhe duhet shkarkohet në Këshill Bashkiak dhe nuk krijon ekuivok fare që ti shkosh gjykatë kushtetuese, po shkarkoj Këshilli i Ministrave. Shikoj, është një problematik shumë e rrallë. Pra, nëse ne po themi kryetari i Bashkisë Tropojës, me masë arrest në shtëpi, absolutisht ai duhet të ishte shkarkuar, sepse nga arresti i shtëpisë si drejton ai Bashkinë e Tropojës. Pra ti nuk jem favor të lirimit, jem favor të shkarkimit ose ndarjes. Po pra, ideja është kjo, pavarësisht shkelje procedurale që mund ketë pas. Shkarkimi i Erion Veliaj për shkak sepse proceduralisht rruga administrative Erion Veliaj duhet të ishte njoftuar që të ishte mbledhja e Këshillit Bashkiak. Pra,
E vetja shkelje që është bërë, është moftirja e Velis për të dëgjuar në Këshillin Bashkiak. Proceduralisht po flasim. Pjesa tjetër është brenda procedurës. Por mos harrojmë diçka. Nuk shtrohet Avokat, ata kujtojnë dhe diçka, më fal. Pa të ndërprer, kujtojnë dhe diçka. Ligjërisht, Këshilli Bashkiak do të mbledhë 3 muaj mbas, kurse fakti që janë mbledhur 7-8 muaj e bën politike gjën. Pra, nëse do të respektoj ligjin, shkelje, po nuk është vetëm. Po pra. Erion Veliaj duhet ishte thurur 3 muaj mbas masës arrestit në Këshillin Bashkiak. Dhe jo të kalonte 7 muaj dhe 8 muaj ose një vit dhe ti të kujtohesh si ta shkarkon. Sipas të Ramës. Bravo. S'ka teorekse të kujto qoftë, sepse ligji thotë në eksplicite, mos parakitja 3 muaj kryetari bashkisht shkarkohet. Po. Pavarësisht për plasë për nenin 62, për ligjin mbi pushtetin lokal. Nuk po flasim, edhe 115 është tjetër, për shkelje të rënda kushtetuese. Gjykata dha vendimin në bazë 115-ës më fakt, që për shkelje të rënda duhet shkarkohet. Mirë, unë bëm një moment. Nuk e dinë se kemi avokatin apo jo? Po. Kemi një problem këtu. Pra, problemi kryesor është si do drejtohet Bashkia e Tiranës. Si do drejtohet, në çfarë mënyrë ligjore? Jo është takumi ligjor që na është krijuar. Rama, avokat, edhe diçka. Rama e tha, unë e bëra time, tha. Ju e kthyet, mbajeni tani. Dhe unë më duk, ajo fjalimi i Ramës më duk si më shumë që e kthyet, jo vetëm mbajeni, po tani do të zgjidhni ju përgjegjësia, se unë tentova ta zgjidh Ngërçin. Përgjegjësia është e juaj tani gjykatës kushtetuese të zgjidh Ngërçin se si Erion Veliaj do të qeverisë Bashkinë e Tiranës. Po ama Rama, avokat dhe një fjali dhe mbarova, Rama në fillim Rama e njeh shumë mirë kushtetutën ose të ka njerëz që e këshillojnë. Kur është arrestuar Erion Veliaj pa thënë, u arrestuar në detyrë do dënohet detyrë. Kështu që edhe Rama tani këtu ka një ngërç, jo vetëm politik, jo vetëm në aspekt ligjit, po këtu unë nuk besoj se Tirana ose neve të paktën nuk jemi përgatitur për këtë lloj situate. Dhe këtu është një mishmash i madh idesh, po askush nuk jep zgjidhje. Okej, mirë. Jo, shiko, Gjoj që për ta përmbyll. Unë pash relatimin e këshilltarit presidentit Todor Ismaili dhe në fund, në konkluzione përfundimtare, i kërkoi gjykatë kushtetuese që të shpreheshin edhe për mënyrën se si në rast të pranimit të kërkesës zotit Veliaj, edhe për mënyrën se si do zhbllokojë rruga ligjore, se si do qeverisë Erion Veliaj Tiranën. Dhe gjykata kushtetuese nuk u shpreh. Nuk është pjesë e zotit Rusmailit. Ajo nuk mirë, avokat, jam dakord me ty, patjetër, por nuk do ta bëte Rusmaili se si takon presidentin se si do qeveriset Tirana. I takon presidenti dha dhe sugjerime. Unë besoj se zoti Rusmaili në argumentimet që ka përpara gjykatës kushtetuese, me të paktën me që kam pyetur unë avokat shumë të mirë, që paktën atë sa kanë thënë deri tani u ka ecur fjala në të gjitha rrugët ligjore që janë ndjekur gjykatë kushtetuese, ka dështuar në raport me dekretimin, paktën me këshillimin se ky dekret i presidentit mund të bëjë. Dhe ky është dështimi, aty ai do ta mbrote me do e mos, por nuk është presidenti që kërkon llogari gjykatës kushtetuese të tregoti mund tani. Mirë, ti e ktheve, po ma tregon çik tani si të e qeverisi ky. Rusmailit marrë përgjegjësi për dekretin në gjykim. Andrej, më dëgjoj pak, lutem. Në një proces gjyqësor ka palë kryesore dhe ka palë ditësore. Në këtë proces gjyqësor, palë kryesore ka qenë Këshilli i Ministrave, nuk ka qenë presidenti i Republikës. Që kemi qartë. Pra, unë po flas që duke qenë se ishte palë, e kërkoj dhe kërkesa që bëri Rusmaili ishte e tretë dhe ishte brillante në zgjedhjen e krizës, për arsye se i bëri me ti gjykatës kushtetuese si do qeveriset në rast të pranimit kërkesës. Po do ta bëjë avokat që mos kalojnë në teknikalitete ligjore. Çfarë bëri sot? Më fal, jo s'është teknikalitet. Ky është fjalimi i Ramës sot. Ju e donit, mbani. Më tregoni tani si do qeverisi ky, se unë se doja. Unë me fjalë do që rrugën ligjore për ta bërë. Kurse Rusmaili nuk i takonte ta kërkonte, do ta kërkonte avokati i qeverisë, si më thënë, këshilltari ligjor. Vetëm një moment, Aulon, kthehemi disa muaj pas në kohë dhe po themi Veliaj ne kishim ende në pikpyetje se çfarë atributesh kishte si kryetar bashkie i prangosur me një masë sigurie. Tashmë që gjykata kushtetuese thotë që Veliaj është kryebashkiak. Mendon se do të nisë një tjetër përplasje, kujtojmë po themi që Veliaj caktoi një kryebashkiake tjetër në detyrë, Rama e zëvendësoi
brenda orëve, apo jo, që u vendos zonja Aristane. Tashmë do të nisë një përplasje politike dhe administrative në bashki, çfarë parashikon? Patjetër, domethënë do jetë deja vu e asaj që ne kemi kalu. Tani këta janë një përplasje të hapur, pavarësisht se pranojnë. Do ishte nderin e zotit Velia i cili të tregonte më shumë, unë prisja më shumë dhe i kam bërë thirrje vazhdimisht, domethënë që të flasë për Ramën, dhe i kam bërë thirrje në fakt me padit Ramën, ndërkohë ai pati i lejthitje në objektiv dhe më paditi mu. Unë kam pas nesër gjyqin me të, gjithsesi kjo nuk ka në interes publik, por unë gjykoj... Se do të trajtosh? Jo, s'ka problem. Besoj se nuk ka interes, por unë do jem gjykat, e ftoj, do më thënë, du t'i bëj thirrje nga kjo studio që të vinë gjykat pas nesër, në orën 10 e kemi gjyqin, edhe të përballet, sepse më ka dërguar, më ka padit për çështje penale. Tani, përse i përket historisë Veliajt, unë besoj që do ishte në nderin e tij që ato 9 minuta që u bën 12-13, që kishte 9 muaj pa fol, tregonte diçka. Unë nuk besoj se dha një mesazh. Domethënë nuk e di këta që dekodojnë mesazhe, këta kishin nxjerrë diçka që i dha një mesazh Ramës etj etj. Mbështetëzoi tha u zhgënjeva nga qëndrimi juaj. Do të ish bashkëpunëtor. Kjo është e qartë, besoj, nuk po them për Ramën drejt për drejt, se ajo po, edhe ajo historia me kartelin që kishte rrëmby kryetarin e bashkisë etj etj. Shiko, këto janë çështje për interpretime pastaj. Unë nuk besoj që na atribuim drejt për drejt atë që njohim neve në gazetari, zoti Veliaj i dha një mesazh Ramës. Me sa duket aja ka lënë një shtek komunikimi për mendimin tim, sepse nuk është në pozita për me bërë sulm frontal, do më thënë. Aja është në pozitat e një të burgosuri, i cili pret vitet të dënimit, se sa do marri. Unë tani kam nxjerrë këtu, do më thënë, vetëm akuzat që i ka, në rrasë se kanë interes për opinionin publik, vetëm t'i them, do më thënë, i akuzuar për kryen e veprave penale, ose i të zgjedhur vendor, kryer në bashkëpunim në lidhje me përfitimin e parregull të marrë nga Agi Kons, Fusha SHPK, Palushi, Gerard A, Kontakt, Evans OJF, kjo, Muza OJF, Byla OJF, Frobolus OJF, e me radhë, do më thënë pastrimi produktës veprave penale të veprimtarive kriminale, kryer në bashkëpunim, futja dhe mbajtja e sendeve të ndaluar në institucionet e ekzekutimit të vendimeve në burgun, kjo është një akuzë re, do më thënë, refuzim për deklarimi, mos deklarimi fshehe ose deklarimi rremi pasurive, interesave privat, e kështu me radhë që mos bëhemi lodhshëm. Pra, këto besoj unë janë gjërat që do duhet përballet Erion Veliaj. Ka dhe prezumimin e pavajsisë. Patjetër, sepse a mund ta them një fjali të lutem Aulon nëse ma lejon. Patjetër. Ideja, Aulon, jam shumë dakord me ty. Erioni mund të jetë kriminali më i madh që ka parë historia. Dhe kështu u trajtua, ashtu e tha dhe vetë. Dhe të dënohet dhe mos ta shohim më dritën e diellit. Por ama Aulon duhet ka një ndarje shumë të hollë midis kemi gjyq të drejtë apo kemi padrejtësi. Po zbatohen kodi procedurës penale apo nuk zbatohen. Tu nuk kemi në fazën për të folur a është hajdut apo nuk është hajdut Erioni. Nuk po flasim fare për këtë Aulon. Erioni, po ta pyesësh, ndoshta gjysma e shqiptarëve do thonë është hajdut, gjysma tjetër do thotë nuk na takon neve, as si media i takon prokurorisë posaçme dhe gjykatës posaçme ta vendosi në ka provat për ta dënuar zotërin, dhe për mua nuk ka asnjë problem kjo. Ama sot Aulon po themi, jemi në diskutimin a mori drejtësi apo mori pa drejtësi Erioni. Që nuk i takon vetëm Erionit Aulon, nëse pasese ti mund të jesh funksionari i shteti, unë do flas po për ty, më po njësoj. Larg qof, po u bona si ai, mos më dil fare mbrojtje, po ta them me sinqeritetin më të madh. Kam hyrë politik me qenë pikërisht e kundërta e tij. Ta them burra ashtu në studio. Po e çova veten në atë pikë, as ti dhe as baba im mos dalë mbrojtje time. Kjo është marrëdhënia ime me shtetin edhe me Shqipërinë edhe me zgjedhësit edhe me çfarë menoj unë. Jam dakord për proces rregullt ligjor. Anri, unë ta bona, tani unë thash, ti dhash drejt gjykatës kushtetuese në raport me vendimin që mori. Besoj se se ke në gjune nga dikush tjetër këtë, kundërshtarja e tij politik. Unë jam gjyq me atë dhe thash gjykata kushtetuese vendosi drejt, sepse do duhet minimalisht atë gjonin atë zotrim, që tek Këshilli Bashkiak, jam shumë dakord. Një pyetje thotë. Ma lejo një pyetje, se jam në Skype. Nesër ju jeni kryetari i Bashkisë Tirana, Aulon. E zëm se u zgjodhën. Në rastin e zotit Florian Bina, ja të ta bëj, është hipotetike dhe është fiks. Zëre se u bën zgjedhjet, nuk e refuzoi dekretin e presidentit, e zbatoi Erioni urdhrin e Ramës. Ju jeni kryetari i Bashkisë Tiranë dhe zgjidheni si kandidat. E fitoni.
këto palëzjedhje nuk ishin për Këshillin, ishin vetëm për kandidatin dhe për kryetarin e Bashkisë Tiranë. Ti futesh tek Parlamenti i Qeverisë Vendore, i teket Ramës, të mbledh Këshillin Bashkiak Socialist dhe thotë shkarkoheni këtë zotërim. Kjo është çështje tjetër. Jo, kjo është çështja. Jo, kjo është çështje Sa i ta tjetër. bëj për këto? Aulon, kjo është çështja. Jo, shiko, unë kuptoj se kjo ishte edhe retorika e Erion Velis, faktikisht aty që thatë e njëjta gjë mund t'i ndodhë edhe Florian Binajt apo ne po diskutojmë, ai është shkarkimi ose mënyra e ndjekur e duhur. Anri, po unë besoj se sqarova këtë momentin, unë po them tjetër gjë tani më burr. Tani gazetari në studio, zoti Gjoj, më pyeti çfarë ndodh, a do vazhdoj përplasja Rama dhe Veliaj. Nuk besoj që do të vazhdoj me pjesën e parë, zauru besoj 20 ca minuta. Tani t'ja përgjigje për këtë çështje. Jo, mund vazhdonte me me Flor Binaj. Nëse do ditë kryetar, Rama Çfarë kuptimi ka kjo tani? I mbledh këshilltarët Bashkiak Socialist. Po ajo është çështje tjetër më burr. E para Flor Binaj nuk është hamburger, a kupton? Është çështje tjetër, mos i ngatro kazuset me njëra tjetrën. Si Flori edhe Erioni në momenti që flasin janë të pafajshëm. Janë pa krahasueshëm me njëri tjetrin njerë. Kjo është e para, më kupton. Janë si dita me natën. Po s'mund marrim dot situata hipotetike, është i sëqur me thonë, po ti Gjoj, po ti jesh në Burg. Po s'jam në Burg, më burg. Unë jam këtu në studio, ai është në Burg. Ne po flasim për histori tjetër. Për sa i përket procesit ligjor, jam dakord me atë çështje, unë ta thash. Andri është dakord. Po unë jam dakord, unë ta thash në fillim, vje keq, për herë 5 po ta them. Që jam pro asaj që po thu. Unë po diskutoj tjetër gjë, atëherë. Aulon shkurt. Po pra, do ketë përplasje sepse Rama në të gjithë karrierën e vet politike ka treguar që nuk kthen mbrapa, nuk tërhiqet. Pra ai është i vendos për ta çuar deri në fund. Statusi sot në X duket sigurisht në favor të lirimit. Jo, nuk ishte. Unë nuk e lexova ashtu. Unë e lexova statusin e Ramës e para për t'i bënë një makjazh asaj që ai përfaqëson që ja pra që unë nuk i pas kam kap gjitha pushtetet, gjykata kushtetuese më grushtoi edhe më hodhi vendimin tim i cili ishte vendimi i Këshillit Bashkiak etj për zgjedhjen në Tiranë. Unë ju dhash një zgjidhje, këta nuk duan zgjidhjen, atëherë të shohim se si do qeveriset Tirana. Patjetër që do ketë përplasje, nuk diskutohet fare sepse Ramës i interesojnë njerëzit e vet në bashki. Veliaj nuk u shfaqi gatshëm për nisur një betejë politike. Jo. Kërkoi një lloj pajtimi politik apo do vazhdoj lufta? Por mendimin tim Veliaj është në kushte për të negociuar sepse është në Burg. Këtë po të them. Këtë të thash në kryet herë. Avokat, një sekond. Po mos na kthe tek çështjet gjyqësore. Andri po pyet për po flet më shumë, po bën pyetjen që të ketë siguri juridike. Në një shtet, po nuk ka siguri juridike, qoftë në administratën e lartë shtetërore, qoftë në qytetar, problem kryesor në Shqipëri është siguria juridike. Dhe Andri po nuk është si pyetje, po shikoj që do të thonë që duhet të ketë siguri juridike çdo kryetar bashkie nesër i zgjedhur. Dhe ajo është baza që ky vendim i gjykatës kushtetuese është për çdo sjellur vendor nesër, është baza ligjore. Jam shumë dakord me këtë më avokat. Unë këtë po them, pse nuk e di pse e kërkoni kundërshtin të unë, se unë u shpreha pro kësaj. Vje keq. Jo. Andri po pyet, Andri kishte idenë që të kishte pra çdo kryetar bashkie nesër të ketë siguri juridike për sa i përket ushtimit të funksionit të tij, që mos përcenohet nga asnjë kryeminist kushdo qoftë çfarë do forcë politike qoftë. Dhe kjo është baza e këtij vendimi gjykatës kushtetuese. Pra kushdo qoftë kryeminist nesër nuk mund të shkarkojë, pavarësisht se mund të bëjë lëvizje Këshillit Bashkiak, këshilltarët e tij, që shkarkojë një kryebashkiak në mënyrë arbitrare. Dhe këtë po thot Andri. Pra siguria juridike është e para jo vetëm për kryebashkiak, por për çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë. Dhe nëse flasim tani, e mbyllim këtë pjesën dhe vazhdojmë te pjesa e përplasjes politike. Unë besoj që Veliaj nuk mund të propozoj një emër tjetër Veliaj për kryebashkiak. Apo pret, po themi, të jetë një lloj konformisti i vendimeve të forma ligjore, shkresa, Gjoj, që të bëhemi qartë për njerëzit. Forma ligjore e administrimit të bashkisë është një bazë ligjore siç është ligji 109. Në këtë rast, si do ushtrojë funksionin e Erion Veliaj po pyes përsëri nga paraburgimi. Dhe ky është fakti ligjor që ne kemi në ligjin mbi pushtetin vendor. Dhe pyetja që bëhet ti me shumë drejtë. A ka një përplasje politike në mes Ramës dhe Erion Veliaj? Unë them që nuk ka. Erion Veliaj e ka mbyll karrierën politike që në shkurt të vitit 2025. Dhe ka mbyll karrierën politike. Kjo pastaj bie ndesh me parimin e prezumimit të pafajësisë. Jo, ja do ta them unë pse nuk ka, edhe nuk ka pafajësi në këto vepra penale që ka. Ne pyet këtë duash ti, me akuzat që ka Erion Veliaj.
mbi shtëpinë, që mund të pastrohen edhe më shumë gjatë hetimeve, sepse jemi në fazën e hetimeve, akoma nuk është për mbyllja e hetimeve dhe kalimi që është për gjykim, po harrojmë diçka. Nuk ka gjykat në Shqipëri dhe në Evropë që mund të jap pafajësi me këto akuza që ai ka. Nuk duhet ta paraqitoj çështjen, po me këto akuza që ka Erion Veliaj nuk ka asnjë lloj shanse Gjoj. Pra, me thuaj ti njëra. Gjykatës gjithsesi. Jo, nuk po e paraqitoj pra po flas. Unë po argumentoj në rrugën ligjore, sepse ne jemi për ditë dhe ne e shohim. Me thuaj një rast tipuan në prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme, një person i administratës së publike që ka vajta gjykat me akuza të tilla dhe ka marrë pafajësi. Ne po flasim për një praktik. Kështë mundur. Erion Veliaj përfundimisht e ka mbyll karrierën politike që në shkurt të vitit 2025. Dhe Erion Veliaj e di shumë mirë, po mundohet që të krijojë, po themi, përplasje brenda Partisë Socialiste me inatet e vogla, por këto nuk ecin në rrugë ligjore. Erion Veliaj për mendimin tim duhet, Gjoj, lutem. Erion Veliaj duhet Brazil u kthe president. Fatosano ndjeri që po e përmend pak ditë pas ndarjes edhe bëri burg dhe u rikthye. Pse e konsideron politikisht të mbyllur karrierën, se po themi dënimi dhe mund të dënohet dhe mund të kthehet prapë në politik, logjikisht. E ke kap shumë mirë, po mos të harrojmë. Flas për kohë ndryshme, në momente të ndryshme, Fatosano ka qenë një profesor politik. Mos ma krahaso ti mua, nëse ti ban krahasimin e Erion Veliaj me Fatostanon, atëherë kot që flasim. Nuk ka asnjë lidhje, zero lidhje në krahasim, sepse ne po flasim për vitin 2025, po flasim për një prokuror të posaçme që është dërtuar me mendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, dhe nuk po flasim për gjykatat e vitit 93. Jemi 32 vjet mbrapa Gjoj. Dhe nëse ne flasim për të kohë që flasim sot, me një prokurori, po them, nëse ka prokuroria europiane dhe gjykata europiane, është prokuroria posaçme dhe gjykata posaçme, në gjithë dimensionin e saj, pavarësisht ndonjë gabimi të vogël të rrugës. Nuk mund flasim për një gjyqtar blepave që gjykonte Fatostanon në vitin 93 për akuza absurde dhe ku gjykata e dha pafajësi. Nuk është e njëjta gjë nëse flasim për zotin Nano me zotin, nëse pa krahasime të tilla nuk ja vlen. Pra, ne po flasim. Bëra krahasim kazusi, jo personash. Jo, na ke futur në një pyetje të tillë që unë po flas me këto akuza që ky ka, me kohën që ne jetojmë, me ligjet për akuza të Bashkimit Evropian, me gjithë ta ligjore që kemi. Mos harro, ne vitin 93 kemi pasur dispozita kushtetuese kandidatare që mos shkoj prapë atje. Se s'do keni kohë se Andri edhe ndjes, do të rradh. Unë vetëm një shtesë do bëja ose edhe kërkoj mendimin të avokatit që nëse gjykata e Strasburgut, nuk po flas për gjithë subjektet e saj, po nëse gjykata e Strasburgut për shkak të pozitës të zotit Veliaj, që është kryetar bashkie dhe çështjet kalojnë prioritare në gjykatën e Strasburgut, vendos që për zotin Erion Veliaj nuk është zbatuar kodi i procedurës penale dhe ju si avokat e dini shumë mirë që thelbi i një gjyqi të drejtë, gjykimit të drejtë, mund të jetë Erion Veliaj mund të ketë bë 10 vrasje këtu te rruga këtu poshtë. Nëse ti nuk e zbatuar kodin e procedurës penale, të bien të gjithë hetimet. Pak më shumë ndodh në vendet perëndimore, se ku ndodh tu tek Enveri është tjetër gjë, dhe në Enver kishte edhe gjatë kohës Enver Hoxhës kishte drejtësi. Patjetër, po dënonte nomenklatura. Tani problemi këtu është tjetër gjë. Këtu do diskutohet shumë shpejt nëse është shkelur nga gjykata e Strasburgut, është shkelur kodi i procedurës penale. Kush e ka shkel kodin e procedurës penale? Ha? Ku? Te çështja penale apo te kjo çështja kushtetuese? Se s'po e kuptoj. Ku e ke fjalën? Masa. Te masa që është në burg. Po patjetër. Që prish provat. Po masa ishte masa për mu do të jetë masa edhe ndaj Belinda Ballugut. Nuk prish provat. Po patjetër, ai prish provat, se ta them unë ty pse i prish provat. E ke edhe për zotin Berisha këtë gjë. Po ja ta them unë pra, ma le ta them unë, me që e bone si pyetje. Ai prish provat sepse është kryetari i Bashkisë Tiranës dhe ai në një deklaratë publike që bëri nga Këshilli Bashkiak tha, po e kërkoi tha këtë Nesti Angonin, tha ku është ky Nesti Angoni. Pra fakti që ai e thot publikisht. Më fal, fakti që e thot publikisht që po kërkon dëshmitarin, atëherë ai do ta intimidojë dëshmitarin. Si mund të jesh kryetar bashkie me gjithë këto akuza që unë përmenda dhe ti jesh akoma në detyrë?
Me këtë do merrni tani. Do na shpjegoj avokati. Procedurat jo, me që ngriti si pyetje. E njëjta histori dhe për Belinda Ballugun, zotëri. Belinda Ballugu akuzohet për 50 milion euroshin te tuneli Llogaras dhe e lën krye detyrës ministri infrastrukturës. Mund të prish kresat, mund të prish provat, mund të intimitoj. Këtu jam dakordun me ty. Pra ti mund shtrosh pyetjen pse dy standarde te Ballugu dhe te Veliaj. Po, dakord jam. Unë mendoj që duhet marrën një standard të dy në burg. Kaq e thjeshtë është. Okej, Andri? Mirë, okej. Andri, po mu përgjigj të lutem për këtë. Me raport me Ramës. Një përgjigje nga avokati mbi këtë pjesë që thash me kodin e procedurës nuk është teknike. Dakord. Po jo, po nuk ka kjo ja ta bëj pyetje në avokat të vendosë një lloj rregull. E kam marrë shpytjen unë. E kam marrë shpytjen. Andri, çfarë pyetje kishe? Andri fal. Andri pyet në rast se gjykata e Strasburgut, e cila është dënimi i povrës përfundimtare, i jep pafajësi po themi Erion Veliaj. Për shkak të shkeljes së procedurës, për mos zbatimin e procedurës penale. Duhet gjykohet çështja në Shqipëri si pafajësi, ku doli pafajësi. Masës. Andre, gjykata e Strasburgut kur bën një çështje në gjykim, merret me thelbin e saj dhe nuk merret me masën. Por merret me fajësin ose me pafajësin. Nuk merret me masën e sigurimit, që t'jemi qartë. Pra, që ta fjelloj. Gjykata e Strasburgut, me ndjek pak lutem, gjykata e Strasburgut merret me fajësi, pra, që në rast është kelur kodit për procedurës penale, gjatë gjykimit tënd dhe jep pafajësi. Pra, gjykata e Strasburgut nuk merret me themelin siç merremi shkallë para për gjykatë lartë, edhe kushtetuesa nuk merret. Po, shë vetëm shkeljen e procedurave si mbas kërkuesit. Dhe në këto momente gjykata e Strasburgut në shumë vende ndryshme të Evropës ka procedurë me pafajësi, edhe me pjesë politikës. Por, në rastin e zotit Veliaj, jemi para faktit që masa sigurimit e Strasburg është vendosur për shkak të rrezikshmërisë që paraqet në prishjen e provave, për shkak të intimitimin që i ka bërë prokurorëve çështës së gjykatës, pra ka pas një cërë elementesh rëndues zoti Veliaj që është caktuar masa sigurimit e Strasburg. Për mua rrethana cilat do kishte qenë rrethana lehtësuese për zotin Veliaj, fal Andri, që ta përmbyll mendimin. Do kishte qenë dorëheqja e sekretarit të bashkisë. Besoj do kishte lehtësuar shumë më shumë. Do kishte lehtësuar shumë më shumë, kur flas si avokat tani, sikur se kur jam avokati i Veliajt, do kishte siguruar zotin Veliaj. Si gazetar, dorëhiqu. Po, unë do kisha sugjeruar zotit Veliaj, dorëheqja e sekretarit të bashkisë Tiranës, duke i dhënë mundësinë gjykatës që gjykojë që unë jam person që nuk prish prova të vjen dispozicion të drejtësisë, dhe do kisha paraqit kushtet e mia specifike familjare për djalin e mitur dhe për shumë arsye tjera, ndoshta edhe arsye shëndetësore që tashmë ka, dhe ndoshta duhet të ishte sputur masë sigurisë nga Strasburg në arrest shtëpi minimumi i zotit Veliaj. Zoti Veliaj në strategjinë e tij të mbrojtjes për mendimin tim ka gabuar duke mbajtur me thoj kreun e bashkisë dhe mua si prokuror me krijon idenë që ky do ta mbaj me thoj kreun e bashkisë si administrator i lartë i bashkisë së Anës, duke përfituar nëpërmjet ligjit të prishjen e provave në ditur posti, jo për veprën penale. Jo, dhe unë si prokuror, unë si prokuror kanë qenë që je kryetar bashkie, pra ne do të rish në burg. Bravo, Andrej, dhe ne dim shumë mirë. Dyshimi i arsyeshëm në 100% rasteve është që vendos prokurori në shumë raste në gjykatë me masë sigurimit. Pra, ai thotë, unë kam dyshimin e arsyeshëm që Erion Veliaj mund të prish provat, mund të imitojë dëshmitarët etj. Mund të ripërsërisë veprën. Bravo. Dhe kjo ka qenë rrethana rënduese që Erion Veliaj ka lënë masë sigurimit arrestit. Në rast se vepra mbi 15 vjet pastrimi paras, 15 vjet më saktë është vepër e rënd që quhet. Se është dhe kjo. Po pra, jo vetëm rëndësia e veprave penale që ka, se ka korrupsion në të herë. Pra, vetëm kjo, dhe Auloni përmendi pak po të hyjmë asaj pjesës. Ne po flasim në kushtet e një marrë sigurimi, kushtet e masë sigurimi në seancë me gjyqtarin në vlerësimit të masë sigurisë, paraqiten element lehtësues rëndues. Element lehtësues i paraqisim ne, element rëndues i paraqet prokuroria. Dhe në këtë rast, unë gjykoj që zoti Veliaj për ta shpeshur vete nga ambreola e bashkisë, ndodhet që tjetë të dërheqen, pavarësisht të kur do bëhesh një zgjedhje bashkimi i Tiranës, dhe të shkonte pra gjykatë qytetare i thjesht me dëshirën që unë jam i gatshëm të përgjigjem drejtisht. Detaje juridike që s'kan ardhur koha më burr. Si the Gjoj? Po hym në shumë detaje juridike që kishin folur edhe pak për politikë. Jo. Ka qenë, kjo është baza, sepse ne gjithë po flasim. Pra, rrethana rënduese është masa sigurisë në Strasburg, që atë nuk e lejon, edhe pas vendimit gjykatës kushtetuese, që të shtojë funksionin publik.
Dhe funksioni publik nuk e kryen dot ai për shkak të kësaj mase e cila është masë represive që ka arrestin burg dhe ka për kërkesë shkallë parë, apel, gjykatar për zëvendësimin e masës dhe nuk është pranuar nga 3 gjykatat. Pra, ajo është ngërçe ligjor që e përmenda me lart, të cilët tani, mirë, kush do drejtë, si do e bëjmë tani me kryetarin e bashkisë me noter për tasha, ose me avokatët e tij nga qelia, mund t'jap vendimin të këta. Jo. Nga qelia, me avokat, me shkres, me noter, ky njeriu zgjedh dot i kryetar tjetër në detyrë apo jo? Kjo është pyetja. Po si do e delegoj pra, se i duhet që shkresa ti ke fuqi ligjore. Gjoj me ndjek pak lutem, se është për shumë interes për publikun kjo pjesë. Dhe gjithë debati që t'je është ky. Si do e drejtoja me çfarë shkresash? Si do ketë fuqi ligjore shkresa ati, sepse që të administrosh, ti shumë mirë do të afirmosësh, do të protokollosh, të vullohet shkresa dhe të ketë fuqi ligjore. Pra ka një sër rrugësh administrative. Në çfarë rrugët ligjore në Velia, sot mund shkarkoj një nën kryetar bashkisë, po marrim si shembull, dhe delegoj një tjetër. Nuk ka formë ligjore. Ai e bëri para disa muajsh ka zgjodhi një tjetër vajzë, se kujtoja semrin tani se nuk ishte Sara Goxhaj. Sara Goxhaj e zgjodhi dhe u hoq me vullnet politik. Të mëngjesin e të nesërmes që kujtojmë gjithë Selinin të futen në bashki. Këtë po të them. Edhe Gjoj e kemi diskutuar edhe punën e Sara Goxhës. Ishte në kunalishtme mo Gjoj, nuk e bën të, nuk lejon ligje, ishte totalisht e kunalishtme, le vullnetin politik. Vullnetin politik mund kemi unë e Andri sa tu. Se ka ai të drejtën kush e zgjedh, se kryeministri se dhe nuk është që vullnetin politik. E besoj, me kupton çfarë them. Nuk është që vullnetin politik. Velia, kush e ka drejtën ligjore të zgjedh? Po kjo është ngërçi pra, unë po them, sot që flasim, me qëjti mu rrugën ligjore, si do që shkresën në burg, të ta firmosin aj. Po mirë, je punoj që njëzë thotë, nuk e di që e firma e Velis, kjo, kur ka firmos, nuk e di. Unë nuk mbaj mend ta ketë rrëzuar një gjykat Veliajn, e rrëzoj vullneti politik, me sa kujtoj unë. Andri të korrigjoj. E vërtet. Gjoj, ne nuk po flasim për vullnete politike, ne po flasim për rrugë ligjore. Dhe unë them netër, në çfarë rrugë ligjore do marrësh një shkreti që sot Erion Velia është kryetari i bashkisë fuqi i bashkisë Tirana, ta thjeshtojmë. Ai do të lirojë nga detyra Anuela Arisani, si e ka ajo. Çfarë rrugë ligjore, me çfarë rrugë ligjore do shkarkoj? Si? Me çfarë? Ai as ka laptop, as ka si mjet, as i gjën në paraburgim. Si do përgatitet shkreta? Si? Mirë, që të marrin opinionet e të gjithëve. Problemi është që ne do futemi në një qerfull që nuk do dihet se ku do jepet drejtimi gjithë kësaj historie, sepse Tirana donte i zgjidhje politike. Tani jemi realist, sepse ne themi dakord, argumentat ligjore i ezaurum deri tani, besoj kemi pas 45 minuta kohë duke u marrë me argumentet ligjore. Zgjidhja politike është zgjedhja i kryetari i cili shkon zyrën në vetë. Pra, jemi realist. Ne pak se i kemi institucionet e dopta dhe i kemi të cop-cop. E kemi edhe këtë, jemi mësu me kulturën e kultit individit dhe duhem kryetarin pa tjetër në zyrë që t'jap drejtim punëve, pavarësisht se kryetarit i kanë bërë lëmsh, madh domethënë, punët, jo vetëm Tiranë, po e kam në parim për gjithë Shqipërinë, ndërkohë që tani futemi në ngërç përveç politik, futemi dhe ngërç tjetër juridik se si do ta ushtrojë detyrën e kryebashkiakut Tiranës Erion Veliaj. Pra, kjo është çmenduri e madhe, po ta shikosh se kjo është në fakt Tirana është Shqipëria. Kemi të bëjmë i Tiranë të madhe dhe i Shqipëri të vogël. Pra këtu janë mbledh gjithë njerëzit dhe këtu duhet i japësh drejtim të gjithë këtyre punëve. Pra është pastrimi i qytetit, ujë që s'ka ujë në Tiranë, a problematika tjera dhe nuk është problemi që ti do rrish 3 muaj. Është problemi që ky do ezaurohet gjithë mandatin tani me vendimin që ka dhënë gjykata kushtetuese. Prandaj për mendimin tim, me që jemi te zgjidhja politike, do ishte deri në Erion Velis tani që t'jap dorëheqje. Po, pa tjetër, edhe pse e fitoj gjykatë kushtetuese, thot, po, unë e bëra betejën time, ky është momenti që unë t'jap mendimi im. Se do japi dorëheqje nga fitoria, Po s'është fitore më burg, kjo është puna Tiranës, pra vendosja e interesit Tiranës përbalë interesit vetjak, unë besoj që do ishte deri në atij që thonte po zotëri është shumë e vërtet, keni shkel ligjin, e konfirmoi dhe gjykata kushtetuese, unë tani do jap dorëheqjen dhe Tirana duhet shkojë në zgjedhje të parakoshme për me zgjedhje kryetar bashkie që do jetë në zyrën e vet, ta ushtrojë detyrën në mënyrë normale. Si do ta ushtrojë detyrën këtu tani? Do ketë një manual të nxjerrë nga gjykata kushtetuese? Jo, sepse gjykata kushtetuese nuk e ka për detyrë për të shprehë se si do ta ushtrojë detyrën Erion Veliaj. As do dali shkopi magjik, as nuk e di unë që administrata e Bashkisë Tiranës do shkojë tek paraburgimi Durrësit për më vendos në zyrë protokolli aty që Erion Veliaj të qeveris nga burgu. Pra, vendosja e interesit qytetar mbi interesin personal mendojnë që do ta nderonte këtë zotërim. S'është një problem kaq i madh, Aulon.
firmosja ose protokolli. Ky është Por është drejtimi punëve, më duhet kryetari i bashkisë duhet jetë në terren. Po pra tani ti jemi realist. Takimi me qytetarët. Ne e dim shumë mirë që aty ka një ditë caktuar ku shkojnë. Ti japim dhe Andrit fjalën që të flasim një soi ditë. Do ta mbyll sot televizion, bal. Po prit ta mbyllun, po si ta mbyll ti pa, do të them. Okej. Dakor pra. Tani ideja është që unë mendoj që ky zotëri do ishte deri në vetë vendos edhe i standard politik. Qoftë edhe nga burgu në këtë rast për me emancipu shkallën politike. Unë zgjidhje tjetër nuk shoh për zotëri. Ose do vazhdojë Edi Rama të bëjë procedurë tjetër për ta shkarkuar dhe herë nga fillimi, duke zbatuar procedurën kësaj radhe, në rast se është vendimi i gjykatës kushtetuese për procedurë. Këtë do ta shohim te vendimi i zbardhur. Anëri mendojnë që nuk është për çështje procedurale, është për çështje themeli. Ne do ta shikojmë te vendimi i zbardhur. Ne tani kemi marrë vesh vetëm që votimi ka dalë 5-3. Në rast se gjykata kushtetuese thotë që për procedurë, pra marrim një kazus që Erion Velin nuk e keni dëgju, ju ka bërë kërkesë për marrë te Këshilli Bashkiak dhe këto argumenta duhet janë ngjoni. Dhe tani marrim një situatë hipotetike, çohet prapë Rama, mbledh këshilltarët bashkiak dhe e bën procedurën e rregulltë së radhe, pra e thret Velien për ta dëgjuar dhe e shkarkon. Dhe çështjen pastaj prapë Velia do ta çojë në gjykatë kushtetuese, apo jo? Marim këtë kazus. Atëherë, në rast se kushtetuesja është shpreh për procedurë, pa diskutim që zbatohen procedurat dhe kryetari i bashkisë shkarkohet. Ose t'jap dorëheqje, zgjidhje tjetër unë nuk di, me të thënë drejtën, unë i ngrej durët lart, s'di zgjidhje tjetër. Okej, Andri dhe avokati. Se dhe Andri duhet të lënë të lirë. Unë besoj se ngërçi është ajo që gjithë themi që duhet ndodhte në momentin që zoti Velia është caktuar masa shëndetëse, por zoti Velia tani nuk mund të rriqet nga kjo betejë, qoftë ligjore, qoftë politike. Sepse, sikurse e thash dhe në fillim kur nisi emisioni, Edi Rama e tha u arrestuan detyrë, do dënohen detyrë. Dhe Erion Velia, nëse ka dështuar gjykatë shkallës parë, tha dhe avokati, në gjykatë apelit dhe në gjykatë të lartë, ishte arsyetimi i vendimit të gjyqtarëve, ishte një zëri se zotëria është kryetar bashkie dhe mund të ripërsërisë vepër penale, mund të prishi provat apo të intimidojë personat e përfshirë, subjektet e tjerë apo jo. Pra, zoti Velie, kur e ka kaluar këtë fazë tani nga pozita e kryetarit bashkisë Tiranë, tani as mund të intimidohet më, as mund të largohet më, as mund të përsërisi veprën penale për sa kohë nuk është fare në kryet bashkisë Tiranë, kështu që prandaj edhe Rama thotë zgjidhen le ta japi gjykata kushtetuese. Unë e dhash zgjidhjen time. Ju nuk e donet, tani mbani. Kështu që në vendvështrimin tim besoj se do thellohet pak përplasja Rama Veliej, po që ka të bëjë me ndarjen e pushteteve dhe jo se si e mendojnë ato betejën ligjore të Erion Veliej në gjykatë. E qartë, Andri, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi bisedonin. Ju përshëndes. Avokat, një koment fundit? Jo, shiko, unë çoj besoj vetëm kjo mund të jetë mundësia që mund të krijohet si indicje në rast se luftës tashme politike më krijohet një indicje për një audit të përgjithshëm të Bashkisë Tiranës dhe mund të iniciohet përsëri Këshilli Bashkiak, shkarkimi i zotit Veliaj dhe një ndryshim tjetër, jo në afatet mosparaqitjen trembujore në kryetëtyrës, por në shkelje të rënda të ligjit të kushtetues, në rast se mund të auditohet në ndërtimin e shkelje të rënda për sa i përket administrimit të Bashkisë Tiranës në kohën kur Veliaj e drejtonte fizikisht, sepse sot e drejton virtualisht. Dhe unë them që rrugë tjetër është vetëm ndryshimi i ligjit, ndryshimi i shpejtë i ligjit. Ligji s'ka fuqi prapa vepruese, si do ta menaxhojmë këtë pastaj? Jo, ka fuqi sepse një ndryshim ligjor i shpejtë, duke përcaktuar saktë rregullat, jo vetëm me që precedent është bërë zoti Veliaj në këtë rast, por ne duhet bëjmë ndryshime në ligjin me pushtetin vendor në mënyrë shpejtë edhe për të ardhmen dhe për kryetar të tjerë, se nëse mund të arrestohet një kryetar tjetër bashkie, si do e zgjidhim? Çështjen. Pra, me që kemi sot precedent zoti Veliaj, atëherë parlamenti duhet mblidhet në urgjencë dhe të rregullojë ligjin mbi pushtetin vendor, pra afatet, kohën, ku shkarkohet, ta saktësojë në momentin, po themi nëse kalon në paraburgim. Një kryetar bashkie arrestohet sot, është 3 muaj paraburgim, atëherë automatikisht. Avokat, shiko, nuk ka sens tani. Nëse parlamenti do mblidhet, kjo nuk ka fuqi pravavepruese. Kjo duhet mblidhet parlamenti të ndryshojë ligji dhe të mblidhet edhe Këshilli Bashkiak për ta shkarkuar Veliajin.
Pra kjo ka sens. E pra, po jo që të lidhet parlamenti dhe të rëzoj Veliaj, se pastaj nëse ne do t'i bëjmë ligjet shu që me rëzu X-in, Y-in, me i bo ligjet dhe me emrin e mbi emrin e Veliajt, apo një Veliaj tjetër, më falë, kthehemi në Republikë Bananësh. Jo, unë thartë, që ndryshohet ligji, anashkaluar Këshillin Bashkiak, sepse Këshilli Bashkiak është parlamenti i bashkisë, absolutisht nuk e anashkalon dot me ligj. Pra, është një parlament i cili kontrollon administrimin e qytetit, në këtë rast administron me gjatë kontrollon edhe kryetarin e bashkisë. Pra, ndaj është Këshilli Bashkiak. Po ashtu votojmë kryetarin e bashkisë, s'kemë nevojë për Këshillin Bashkiak. Por unë po flas, dhe siç e përmendi dha Uloni një diçka. Ne gjoj kemi probleme me kryetarin e bashkive që po shkojnë fizikisht në zyrë dhe po qeverisi për faqet zezë. E leq me shumë Tirana, ku është gjithë Shqipëria, ku është fuqia ekonomike, zhvillimi i Shqipërisë dhe kryetarin e kemi në Durrës, para burgim. E kupton? Pra ne kemi ngërçe me këta që shkojnë çdo ditë në punë. Paraqitet punë, mundohet bëjnë diçka. Jo, paraqiten edhe shkelin ligjin, kjo është problemi. Dhe na lënë për të dëshiruar në menaxhimin e bashkive. Aq më keq, po përsëris prap, zoti Veliaj, i cili për 10 muaj nuk shparaqit në zyrë. Atëherë, si mund drejtohet Tirana, si mund menaxhohet Tirana? Ne e dim që në momentin që është arrestuar zoti Veliaj, është krijuar një handicap i madh në punën e Bashkisë Tiranës. Sepse autoritetin e kryetarit zgjedhur me votë drejt për drejt nuk e zëvendëson askush gjoj. Pra është votë drejt për drejt popullore. Dhe ka fuqi ligjore, ka dhënë kushtetuta fuqi ligjore në administrimin, emrimin dhe deri në menaxhimin e gjitha gjërat në një bashki. Jo pa qëllim kryetari i bashkisë emëron dhe shkarkon, pra është ekzekutiv. Pse? Sepse ja ka dhënë ligji, sepse është zgjedhur me votë drejt për drejt. Pra ka një prazvlerë, po them vota drejt për drejt është edhe për partitë politike, për deputetët, bile, por nëse ka një mazhoritar pastër me votë drejt për drejt, është kryetari i bashkisë. Shumë drejt. Çdo lloj bashkie në Tiranë. Pra, ajo është që mua si kryetar që ka votuar me cënon direkt atë votbesimin që unë kam dhënë për atë person i cili është në krye të bashkisë. Dhe ky cënim nuk është i dukshëm dhe nuk duhet të pasqyrohet në pjesën e luftës politike, sepse në rast se ti mund të cënon drejtat e mia të zgjedhjes së përgjithësisë time, kushdo që kryetar bashkie, me këtë cënuar direkt liritë e drejtat e njerëzit themelore në drejtun për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Okej. Dhe në këtë rast bie nesh me nenet pas të rive të njeriut. Dhe në këtë rast, lufta politike nuk mund të përdoret për anashkallimin e çështjeve kaq të mëdha siç është pushteti vendor. Por pushteti vendor duhet krijuar një bazë ligjore saktë, një ligj i saktë në kohën e shkakimit, ndoshta në disa raste duhet shikojmë edhe kompetencat që ka. Pra duhet një punë voluminoze për sa i përket ligji është për me shpejtësi atëherë, por nuk është përcaktuar saktë, nuk është për mirë në disa aspekte, ndoshta ndryshimet edhe ku ka përkohën e vet që ky ligj të ndryshohet, që të përcaktojmë saktë, edhe kompetencat e drejtimit, edhe mënyrën e drejtimit, edhe kohëzgjatjen, edhe ndoshta mund të jemi në afatet ligjore sepse mos harrojmë, kemi afate prekluzive të kufizimit të mandateve të kryetarëve të bashkisë. Pra sot që flasim, një kryetar bashkie nëse bën 3 mandate, nuk i lejohet që të kandidojë më. Pra kemi disa ndalesa ligjore që për mendimin tim ligji duhet të shikuar në shumë raste për sa i përket përshtatjes në kushtet në të cilat jemi. Avokat, shumë faleminderit që ishte me ne. Faleminderit dhe juve. Mirë, Uloni, mbyllim bashkë me një koment fundit. Çfarë mendon se është e rëndësishme të thuhet në epilog të një analize politike të asaj që po ndodh? Tani, në rast se vendimmarrja e gjykatës kushtetuese është e pastër, që do të thotë nuk ka prapaskena mbrapa, ky është një lajm shumë i mirë për Shqipërinë në gjykimin tim, sepse vendos një praktik. Patjetër që është shumë e rëndësishme precedenti që vendos gjykata kushtetuese që është unifikuese për gjithë gjykatat e tjera, pra precedenti bëhet ligj direkt, është një anë shumë e mirë për Shqipërinë, për garancinë juridike që duhet të ketë një kryebashkiak, sepse realisht futem në një spirale shumë të rrezikshme, kur kemi parasysh që mund zgjidhesh kryebashkiak, mund të iniciojë një proces të montuar, të shkarkon Këshilli Bashkiak dhe të humb drejtën e kryetarit të bashkisë. Ndërkohë mund marrësh dhe pafajësinë, se kjo është shmenduria pastaj më vonë. Po kjo s'ka lidhje me rastin e Rën Veliajt në gjykimin tim politik. E kam parim për raste që mund na prodhohen më vonë. Tani këta ose të rishikojnë ligjin dhe të jenë më të qartë se si mund ta humb detyrën kryetari i bashkisë, pra kur është nën akuzë, apo jo në fazën e hetimeve, por kur është nën akuzë, siç është rasti konkret, ose me vendim formës prayer, siç e ka, po me vendim formës prayer ja ku jemi tani. Te kjo pikë, sepse do duhet që të ezaurohen gjitha shkallët. Tani drejtësia jonë nuk punon si orë zviceriane.
Tani, ligjvëndësi e ka parashikuar që ti brenda 3 muajve je i fajshëm ose i pafajshëm, apo jo? Kjo ka qenë fryma e ligjit dhe kushtetutës. Problemi është që me termat shqiptar, në gjykatën e apelit për çështje të një niveli, domethënë mesatar në Shqipëri, po gjykohet 2017. Kujdes, në gjykatën e apelit. Pra imagjinoni se çfarë standardesh kemi në Shqipëri. Kështu që duhet të rishikohet ligji patjetër, por unë e shikoj si lajm të mirë këtë që bëri gjykata kushtetuese për garancitë juridike, qoftë kryetari i bashkisë, qoftë qytetari, që ka të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur në moshën 18 vjeçare, ashtu siç ka të drejtën për një proces të rregullt ligjor, gjë që e garanton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Këtë besoj unë ka parë në frym gjykata kushtetuese. Gjithsesi, unë jam shumë kurioz për me lexu vendimin arsyetuar. Në qoftë se e kanë rrëzuar për procedurë, zotin Velia, unë mendoj që Rama do të mbledhë dhe herë tjetër Këshillin Bashkiak, duke zbatuar procedurën kësaj radhe, duke e dëgjuar Velian, pra duke i dhënë atë që quhet procesi rregullt ligjor, dhe pastaj kushtetuesja sigurisht që do vendos jo më në favor të zotit Velia. Në rast se e ka rrëzuar për procedurë, në rast se e ka rrëzuar për çështje tjetër, arsyetimi i gjykatës. Po, kjo është shumë e rëndësishme për mendimin tim, sepse edhe vendimarrja, po ta shikosh, imagjino sikur pra, palon zgjedhjet nuk do të mbahen një afat afërt. Po zgjedhjet mund mbahen për 6 muaj pastaj, nuk e di, nuk i dihet saj. Po jo, e kam fjalën këtu, se ka dhe një ngërsh tjetër te gjykata kushtetuese. Po sikur t'ishim ndar 4-4, çfarë do ndodhte? Nuk kishte vendim në atë. Pra imagjinoje, do ishim një absurd dhe secili do ja fuste me versionin e vet. Jo, po me 4 kam përshtypjen që mbeten lojë dekreti presidentit. Po pra, dakord, pra po, tani duhet jeti vullnet i qartë. Prandaj ligjvëndësi kur e ka bëu gjykatën kushtetuese ka mendu numër tek. Ne kemi numër çift. Pra e kupton se në çfarë vorbulle jemi, imagjino te gjykata kushtetuese. Pastaj dhe i gjë të fundit doja ta prek. Mirë, se ishim dhe pa gjykatë fare. Dakord, akoma më rëndë dhe jo. Shiko, ka rëndësi dhe forma, se po flisnim tani për procedurë. Procedura qa është? Fakt është formë. Përmbajtja është tjetër gjë, forma. E pati juve se çfarë zyre kishte gjykata kushtetuese? Unë prisja e lloj solemniteti me të thënë vërtetën. Unë vetë jam drejtuar gjykatës kushtetuese të premten e kaluar për një çështje, për çështjen e zgjedhjeve, duke godit kodin zgjedhor. Nuk e imagjinoj dot që mund të shkoj në një zyrë, ajo mund duk zyrë, nuk ishte sallë gjyqi, jemi realist. Në të gjithë botën, gjykatat kushtetuese t'japin pamje madhështore. Në Meksik janë si tempuj të mëdhej të drejtësisë për t'i krijuar idenë qytetarit që këtu merret drejtësia, kanë kubatur të lartë. Tani ne futemi në gjykatë kushtetuese, ishte 8 metra katror, më vjen keq. Po vjen keq, domethënë gazoniere për me bë një gjykim që është gjykim që i ka syt krejt Shqipëria. Po fyem gjykatën. Jo gjykatën. Po shiko, edhe gjykata e merr peshën nga ambienti ku rri, më vjen keq. Prandaj janë gjykatat e mëdha në gjithë botën. Shtetet e fuqishme kanë si tempo i gjykatat supreme. Këtë duhet ta kemi edhe neve, mendoj unë, ëh. Ky është rregulli që duhet jetë edhe në Shqipëri. Fakti që aty bëhet domethënë një gjyq si në gjykatat që nuk duhet të jenë fakt, se këto i bëjnë gjyqtarët, i bëjnë në gjyqet në zyra. Ti e ke marrë vesh, besoj. Gjykatën e Tiranës, gjyqet bëhen zyra. Pra s'ka salla gjyqi. Jo gjykata kushtetuese, për një sallë duhet ta kishte drejtë e mori tani, më kupton? Kjo më la i shihet keqe, nga ana e formës kjo gjithmonë. E qartë. Avlon shumë faleminderit në Isid. Faleminderit. Mirë, shkojmë publicitet, themi edhe pas pak. Kthehemi në studio, diskutojmë tani për lajmin që dha kryeministri Rama se i takon pensioneve. Do të diskutojmë lidhje drejt për drejt me Teuta Nune Kortoçi, që është ekspert e ekonomisë, një mike e mirë e programit tonë dhe me cilën kemi diskutuar shpesh herë për këtë çështje kaq të rëndësishme për brezin e tretë. Teuta, shumë faleminderit që je me ne, shumë kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit dhe juve, mbetet kënaqësi dhe për mua. Mirë, të gjithë, besoj shumica ka dëgjuar shkallëzimin që vjen progresivisht në rritje, të cilin e lajmëroi kryeministri Rama. Çfarë të bëri përshtypje dhe për pensionistët ose ata që po shkojnë drejt pensionit dhe që nuk kanë patur mundësi ta dëgjojnë? Çfarë është më rëndësi të thuhet, kur do të fillojë kjo rritje e pensioneve dhe në çfarë mase do të jetë? Rama tha pak a shumë që pas çdo viti do të jetë 2 fishim i rritjes që fillon nga janari i 2026, apo jo? Po, realisht se thatë edhe juve, nga 1 janari i 2026 fillon ai që do ta quajmë procesi i rritjes pensioneve. Dhe realisht ndodh për herë të parë që të kemi një proces të tillë për rritjen e pensioneve që nga momenti kur ka filluar
për herë të parë skema e re e pensioneve, pra që është skema që i referohet sistemit të pensioneve në një sistem demokratik dhe në një ekonomi tregu. Pasi më përpara ka qenë një skem që ishte skeme centralizuar dhe kjo duke datuar që nga 1 tetori 1993. I gjithë ky proces, pra nëse neve i referohemi vetëm në analizë vetëm deklaratës kryeministrit, pasi ende këto gjëra nuk janë të zbardhura, pra do thotë që nuk janë dokumenta ende zyrtar. Kryeministri theksoi në këtë rast se rritja do të jetë e parashme në vlerë, pra nuk është në përqindje, siç kemi qenë ose siç ka ndodhur në mënyrë të vazhdueshme me indeksimin e pensioneve, që do thotë vlera do jetë për çdo muaj e njëjtë për kategori të ndryshme të pensioneve. E dyta, kemi këtë vlerë e cila për 2026 do jetë për 12 muaj dhe është një vlerë e cila është ndryshme për të 3 kategoritë e pensionit që ofrohet në Shqipëri. E treta në këtë rast është një vlerë që gjithmonë sipas deklaratës në vitin 2027-2028 do dyfishohet ose do trefishohet për të realizuar ato që qeveria e quan objektivi i saj strategjik për të pasur pensione më të larta. Dhe këtu në këtë rast do themi që të gjithë qytetarët që janë përfitues të një pensioni nga skema e sigurimit shoqëror në Shqipëri, të gjithë janë përfitues të kësaj rritje. Dhe në këtë rast në skemë ne kemi 3 kategori pensionesh, që janë pensioni i pleqërisë, pensioni i invaliditetit dhe pensioni familjar. Dhe vetë këto pensionet në këtë rast kanë ato në kategoritë e tyre dhe. Nëse thjesht për djeni për qytetar, se një pjesë për ty ndoshta dhe kanë dëgjuar, nëse flasim për shembull për rritjen e pensionit, do themi pensionin pleqërisë për pensionin urban të pleqërisë të plotin, rritja do jetë 1.800 lekë në muaj. Në pensionin urban, gjithmonë për pension pleqërie urban të pjesshëm, rritja do jetë në këtë rast 800 lekë, ndërsa për pensionin rural, rritja në këtë rast është vetëm 1.000 lekë. Ndërkohë, për pensionin familjar dhe për pensionin invaliditetit, rritja do jetë 700 dhe 600 lekë në muaj. Pra, secili nga kategoritë e pensionit do ketë një rritje mujore e cila është e njëjtë për gjatë 12 muajve ose do jetë e njëjtë për gjatë 12 muajve të vitit 2026. Pra, praktikisht, Teuta, gjatë vitit të ardhshëm do të kemi një lloj ndarje të bonusit të premtuar në muaj. Nuk e di a je dakord me këtë pohim dhe një rezultati prekshëm kam përshtypjen do të jetë vetëm në 2027, apo që do të jetë një dyfishim, Realisht, dyfishim, trefishim. Realisht në këtë rast kjo është një rritje modeste, se pavarësisht ndaj në këtë rast unë e ceka në vlerë për të bërë edhe lehtësisht krahasueshme. Rritja më e lartë është 1.800 lekë, rritja më e ulët në këtë rast është 600 lekë. 1.800 lekë, do me thënë 18.000 lekë 6.000 lekë vjetra. E cila në këtë rast është realisht nuk është një rritje që do ta zgjidhë gjithë pjesën e problematikës. Unë e shikoj në këtë rast pjesën pozitive tek nisja e procesit. Pra nisi një proces rritje. Sepse aktualisht në këtë rast neve kemi një projekt i cili synon që të kemi nivelet e rritjeve deri në Zanafill. Kur në këtë rast fillimi është 2026, mbarimi prezumohet mbarimi i mandatit ose fundi i vitit 2029. Sepse nëse mandati mbaron në mes të muajit të vitit, nuk është gjërat të ndryshojnë. Sepse buxheti është parashikuar. Pra buxheti në këtë rast flasim për këto 3 vite. Për 3 vite do thotë 1 njësi, 2 njësi, 3 njësi gjithmonë sipas deklaratës. E gjykoj të rëndësishme faktin e nisjes, sepse kemi kaq vite që ne flasim për rritje. Dhe ndërkohë për gjithë historiku kemi pasur vetëm një indeksim. Edhe pse në këtë rast kemi një rritje të diferencuar, dhe sërish kjo është një çështje që han gjithmonë analiza, sepse jo gjithë njerëzit mendojnë në mënyrë të njëjtë. Nëse është rritje mjaftueshme, jo, do themi pozitive që pati rritje, por është një rritje në këtë rast, sidomos gjatë vitit 2026, e cila do të thotë nuk është se do të zgjidhë gjithë problematikat që kanë pensionistët, por sidomos ku flasim për pensione që janë të ulta në një vlerë mesatare 100-110 euro, në këtë rast nëse ti arrit 10 euro në muaj, nuk është se aty do të ndryshojë ose do të përmirësohet cilësia e jetesës. Por unë gjykoj pozitive nisjen e procesit, edhe pse në këtë rast në një vlerë do ta themi në pjesën më të madhe që është një vlerë modeste rritje, sidomos për pensionet rurale, për pensionet në këtë rast urbane të pjesshme, që është vetëm 300 lekë dhe më tepër të vazhdojnë për pensionet familjare dhe ato të invaliditetit. Teuta, lidhur me deklaratën e Ramës, pam njoftimin për rritje,
Por ne kemi folur vazhdimisht për vështirësitë që ka skema aktuale dhe ne kemi thënë gjithmonë që ndërhyrjet, kur flitet për 700.000 ose 800.000 persona, sigurisht që me €1 sikur ta rritësh llogarit bëhen vetë. Çfarë ka ndryshuar në skemë, se duhet ketë një ndryshim, ose këtë do ta financoj buxheti, ose kanë funksionuar, po themi një lloj formalizimi më tejshëm i ekonomisë, rritja e pagave, ndoshta ka sjell më shumë të ardhura në skemën e përgjithshme. Çfarë ka ndodhur, sepse Rama nuk e sqaroi? Sido që t'jetë arsyeja, sërish në këtë rast do themi që skema e sigurimit shoqërore nuk e mundson dot së pari njëherë të mbulojë të gjitha shpenzimet e pensioneve, edhe thënë në mënyrë shumë të thjeshtë. Ne në Shqipëri, sikudo në këtë rast në vendet Bashkimit Evropian, po në vende të tjera në botë, ka një skemë që njihet skema e pensioneve. Dhe kjo skemë në Shqipëri përbëhet në këtë rast si të ardhurat bazë, janë ato të kontributeve të gjithë individëve që janë punonjës në Shqipëri, pavarësisht nëse janë të punësuar apo të vetë punësuar, që deri në kontribute mujore. Totali i gjithë këtyre të ardhura që vijnë nga kontributet nuk mbulon të gjithë totalin e shpenzimeve që nevojitet për të paguar të gjithë pensionet e gjithë pensionistëve, pra gjithë kategoritë e pensioneve. Dhe duke qenë se kjo skemë në vetvete nuk e vetë mban vete, që do thotë nuk i mbulon shpenzimet, automatikisht gjithmonë drejtimi vjen nga buxheti i shtetit. Aktualisht skema ka pasur një lloj përmirësimi e stabilizimit të saj, duke qenë se ka zbogluar këtë barësinë e subvencioneve. Por ne gjithmonë në analizat tona, edhe në diskutimin që kemi bërë në studion tuaj, kemi theksuar, neve nuk mund të pretendojmë që neve do rrisim pensionet edhe po të referohemi dhe diskurseve të ndryshme politike që janë bërë nga drejtues të lartë politik, neve nuk mund të presim që skema të mbuloj vetveten dhe më pas të rrisim pensioneve. Kjo të paktën në periudhën afat shkurtër, ose edhe afat mesme nuk mund të ndodhi. Dhe këta individ që kanë kaq shumë probleme dhe që i kanë dhënë kaq shumë shoqërisë dhe janë sot në gjendje që kanë pensione të vogla, jo vetëm për përgjegjësinë e tyre pa që nuk kanë derë të kontribute, por edhe për shkakun të informalitetit ka shumë qartë që ka ekzistuar dhe ekziston në tregun shqiptar, jemi në situatë që kemi pensione të vogla. Ndaj themi që rritja gjithmonë do mbulohet nga buxheti i shtetit. Nëse buxheti i shtetit ka rritur të ardhurat e tij edhe duke ulur informaliteti, kjo e lehtëson shpenzimin buxhetor, dhe pse? Sepse do thotë që këto të ardhura që do përdoren për të rritur pensionet nuk do zbriten nga ndonjë ardhur ose nga ndonjë shpenzim tjetër. Pra nuk do ulet një shpenzim, për shembull, do ulen shpenzimet shëndetësisë do rrisin pensionet, ose do ulen shpenzimet buxhetore në arsim sepse do rrisin pensionet. Pra nëse kjo e forcon më tepër një vendimarrje që të rriten pensionet pa prekur edhe zërat të tjerë. Dhe kjo është pjesa themeltare. Në këtë situatë, unë gjykoj në këtë rast arsyeja nuk është thjesht sepse kemi një përmirësim të situatës buxhetore. Ne kemi rritjet në të ardhurave ose në këtë rast, por neve në këtë rast kemi më shumë të quaj një vendimarrje politike për ta filluar procesin e rritjes sesa një vendimarrje që vjen si pasojë e përmirësimeve ekonomike. Pasi neve në Shqipëri, dhe këtë e mbështes në një situatë gjendje që ne kemi nivele shumë të larta të korrupsionit, nivele shumë të larta të informalitetit. Dhe këto janë dy gangrena që janë ende prezent në tranzicionin shqiptar, që dëmtojnë si buxhetin publik, po edhe buxhetet në këtë rast tona familjare. Ndaj, në këtë rast themi që po pret një fushat formalizimi, eventualisht? Unë nuk besoj të fushatat. Që t'jeme sinqert. Me fushata bëhet. Dhe realisht ndaj neve kemi këto dhe rezultate, sepse pikërisht mbështetim tek ato që quhen aksione ad hoc, pra aksione të kohë shumë të shkurtër. Unë nuk besoj të fushatat, nuk besoj të aksionet ad hoc. Unë besoj tek funksionimi i shtetit të së drejtës në mënyrë të vazhdueshme. Sepse nëse neve do mbështetim mbi bash fushatash aksionesh, do thotë që neve rezultate do t'i kemi të periudhave të shkurtra dhe jo rezultate afatgjatë. Dhe pikërisht duke mbajtur në konsideratë dhe metodologjie, aplikimi me fushata, me aksione, me parazgjedhore, pasgjedhore, edhe gjithçka me radhë, ne jemi në këto dhe rezultatet. Nëse neve do ta kemi në vazhdueshme, rezultatet do jenë edhe më të mira. Teuta, po me këtë skemë të re, bien premtimet e shpërblimeve se Rama nuk e sqaroi, apo do të mbetet ndoshta vetëm i fundvitit? Unë gjykoj në këtë rast që bonusi i fundvitit, pra edhe ju në pyetjen tuaj thatë nëse ky është një bonus i shpërndar,
Por nëse neve flasim për bonusit që janë dhënë për para 2024 se kanë qenë në një vlerë për 5.000 lekësh, atëherë neve themi në këtë rast nuk kemi një bonus të shpërndar. Nëse, sepse vetë për shembull, nëse ne do themi kemi 6.000 lekë në muaj për një pension validiteti që po të shmëzohet për 12 muaj, në këtë rast vlera është më e lartë se sa një bonus. Po ishin dy bonuse, pranvera dhe dimri. Nëse jap atëre, kjo do jetë një bonus i shpërndar nëse qeveria nuk do vijojë më ta ndaj bonusin. Atëherë në këtë rast e ka ndarë. Nëse qeveria në këtë rast do vijojë me politikën e bonuseve, atëherë do ketë realisht një rritje dhe jo një dhe nëse është bonusi ndar, ne prap e kemi diskutuar, nëse të kujtohet dhe thonim që ndoshta është më mirë ndahet bonusi në muaj. Dalim prap tek ajo që 2027 do jetë nisja e një reforme të vërtet. Unë në këtë rast gjykoj që bonusi do vijojë të ndiqet si politikë nga qeveria. Nuk mendoj që flasim gjithmonë në analizë. Nuk jemi proces vendimare që do ta bëjmë apo jo. Pra, besoj në këtë rast se qeveria do ta vazhdojë politikën e bonuseve. Ndoshta nuk do ta vazhdojë me më shumë se një bonus në vit. Siç ka qenë në 2025, por unë gjykoj që politika e bonuseve do vazhdojë. I fund vitit, pavarësisht sepse bonusi i fund vitit nuk është një gjetje vetëm në Shqipëri, se bonusi i fund vitit jepet edhe në shumë shtete të ndryshme. Pra si një lloj mbështetje për shkak të festave dhe me radhë, dhe duke qenë se neve kemi vetëm tashmë një lloj rritje dhe heqja menjëhershme e bonusit do thotë që ti nuk në vetvete nuk ke realizuar një politikë të mirëfillt për të arritur sistemin e pensioneve, po thjesht në këtë rast e ke copëzuar atë pjesën e bonusit. Ndaj në këtë rast mendoj që në rastin konkret do vijojë politika e bonusit, do jetë një politikë ndoshta një herë në vit, dhe jo më tepër, për shkakun e rritjeve në mënyrë të vazhdueshme, por rritja e pensioneve në këtë rast mund të jetë një element pozitiv që realisht ky grupim po shihet dhe po trajtohet realisht, jo thjesht përmes një procesi indeksimi, që është detyrim ligjor. Teuta, lidhur dhe me buxhetin, është që do të jetë diçka rreth 9 miliard. Çfarë të bën përshtypje, buxheti çdo vit që kalon bëhet automatikisht buxheti më i madh që është përdorur ndonjëherë. Është një shifër e kënaqshme dhe në çfarë mund të ndahet? Në pagat dhe pensionet marrin një shifër të lartë. Beson se ka hapësirë për investime strategjike? Realisht, neve gjithmonë, sidomos në vitet e fundit, e kemi deklaruar buxhet historik dhe për çdo vit neve kemi thënë buxhet historik. Dhe buxheti historik në kuptohet që është një buxhet që rritet dhe kjo është normale për sa kohë dhe ekonomia rritet. Pra nuk jemi në proces regresioni ekonomik që neve kemi një stopi. Por në këtë rast sërish është një buxhet i cili është formal në këtë lloj forme, sepse këto janë të ardhuar që vilen, por janë shumë të ardha ende që nuk vilen përmes informalitetit dhe shumë të ardha që në këtë rast dëmtohen përmes dëmeve që shkaktohen pasurisë publike. Mund të jetë një rast shumë të thjeshtë që kemi një qytetar që është i punësuar në administratën publike, pushohet në mënyrë të padrejtë, dëmi ekonomik që shkaktohet në kaq x miliona lek për rrogat që ai do t'i marrë pas se ka fituar gjyqin është një dëm ekonomik. Dhe të gjitha këto kur i mbledh, do thotë në këtë rast se ti e ke shpërdoruar buxhetin publik. Tek pjesa e rritjes të ardhurave, realisht në buxhetin e Shqipërisë pothuajse në 10 lek, rreth 3.5 lek shkojnë për shpenzime sociale. Ku të shpenzime sociale, në këtë rast përfshihen dhe pensionet, dhe pagat, dhe edukimi, shpenzimet për arsimin dhe me radhë. Pra është realisht një buxhet i konsiderueshëm që shpenzohet. Pra në total, në përqindje flasim, jo në vlerë. Në një buxhet rreth 9 miliard euro nuk është një buxhet në këtë rast që po të krahasojmë me pjesën e vendeve të tjera, por gjithmonë po të referohemi dhe dobësisë së vendit, neve kemi mundësi që të arrisim duke vjelur të ardhurat më tepër. Dhe duke vjelur të ardhurat më tepër do zvoglosh ose detyrimet, ose borxhet, ose do rrisësh shpenzimet nëse urdhëruash në të njëjtin nivel. Gjykoj që nuk do ketë në një dallim themeltar në krahasim me ato që kanë qenë buxhetet e viteve më të hershme, dhe gjithmonë do ketë investime strategjike, gjithmonë do ketë investime në infrastrukturë. Absolutisht po, por risia në këtë rast do themi ky buxheti i reja është pikërisht fillimi i procesit të rritjes së pensioneve, por ndryshimet e tjera nuk besoj se do ndryshojë buxheti i 2026-s nga i viteve të mëparshme.
Dhe e fundit, të Udha, nga rritja ekonomike, beson se mund të nxizë diçka ky buxhet? Në ç'këndvështrim? Në rritja kuptimin ekonomike mund të sjellë një rritje të ardhurave? Po, në kuptimin se si mund të përdoret. Përgjithsisht në këtë rast rritja ekonomike patjetër, por neve kemi një rritje, do ta quaja modeste, nuk na reflektohet në rritje të mishënive të jetesës së qytetarëve dhe ky është në thenza problemi ynë madhor. Sepse gjithmonë flasim për rritjet ekonomike të vendeve në zhvillim, se nëse Shtetet e Bashkuara supozojmë do rritet me vlerën 4%, ekonomia amerikane do ishte boom. Pra flasim gjithmonë me nivelet e vendeve. Morëm për thjesht për të krahasuar një ekonomi në zhvillim dhe një ekonomi e vogël me një ekonomi numër 1 në këtë rast, se si ndikon përqindja. Unë gjykoj në këtë rast që kjo situatë që po kalon Shqipëria ka një ekonomi stabil, një ekonomi të qëndrueshme, dhe një ekonomi në këtë rast që e ka favorizuar në nivel makro gjendjen e saj. Por në këtë rast neve kemi probleme themeltare, pra ne nuk kemi kushte shumë të mira për të bërë biznes, në kuptimin pra kemi ende problematika dhe kemi pak nivele të investimeve në vlerat konsiderueshme si investime ndryshe investimet e huaja direkte. Pra nuk kemi hapje të vendeve të punës, siç kishin për shembull projekte të mëdha ose investimet të mëdha të huaja, i fundit daton që nga tapi. Ndërkohë që nuk kemi në këto nivele. E nga ana tjetër në këtë rast mund të ketë një nxitje me investime që do bëhen nga procesi Berlini, pra mbështetja politika mbështetëse Bashkimit Evropian për vendet kandidate, siç janë rastet e 6 vende të Ballkanit Perëndimor. Dhe nga ana tjetër në këtë rast do thoya që shumë e rëndësishme është që qeveria të vendosë theksin ndërmjet menaxhimit të ardhurave publike, pra zvoglimi sa më shumë i korrupsionit, rritja në këtë rast e luftës dhe njëkohësisht përpjekje për ta ulur informalitetin dhe nga ana tjetër të gjithë ky proces keq përdorimi i paras publike për dëmet që i shkakton, mjaft në këtë rast të lexon raportet e kontrollit të shtetit dhe ne shohim që kemi miliona euro dëme që i shkakton buxhetit. Kështu nuk mjafton në këtë rast të kesh vetëm një ekonomi të qëndrueshme, por duhet të kesh në këtë rast një menaxhim të paras publike dhe nga ana tjetër duhet të nxisësh politika që të lehtësosh hapjen e vendeve të reja pune duke mbështetur biznesin. Se vendet e reja punës i hap sektori publik, sektori privat, nuk presim që sektori publik në hape vendet e reja punës, do të të rrisi kostot buxhetore. E vërtet, Uta, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të diskutoni. Sërish faleminderit e juve dhe një ditë të mbar në vijim. Faleminderit shumë. Mirë që ecim reklama, kthehemi pas pak. Ne kthehemi në studio, diskutojmë se i takon zhvillimeve nga aspekti i Kosovës dhe ka patur lëvizje se i takon, po themi, një mandatari të ri propozuar nga lëvizja vetëvendosje që është Glau Konjuca. Unë kam lidhje të drejt për diskutuar Shkodran Hotin, nga redaktor nga T7. Shkodran, shumë faleminderit që me ne, kënaqësi të bisedojmë. Kënaqësi gjithashtu. Mirë, duket se nuk është mirë pritur nga dy partit e tjera që ndjekin, po themi, në renditje lëvizjen vetëvendosje. A do të ndryshoj diçka nga Konjuca apo pret të jetë e njëjta panoramë? Reaguan të dyja forcat dhe thanë që praktikisht s'ka asnjë sens lëvizja e vetëvendosjes. Në fakt nuk janë vetëm dy forca që i referuani, pra PDK-ja dhe LDK-ja si dy forcat pra që ndjekin vetëvendosin për nga numrat në kuvend, po janë edhe dy partit e tjera, AK-ja dhe Nisma Social-Demokratët, cilat në një mënyrë e konfirmuan që nuk do të kenë vot pro mandatarit të ri në këtë rast zotit Konjufsa, sigurisht një zëri nga gjitha partit u potencua dhe u tha që kjo është vetëm një taktik e zotit Kurti për ta zvarritur edhe pak këtë proces dhe jo një tentim për ta bërë një qeveri të re. Sepse e vërteta është zoti Kurti, edhe me këtë çfarë bëri sot, në një farë mënyrë nuk i ka numrat dhe realisht nuk mund shihet më shumë se sa një taktik. Sepse përgjatë këtij 10 ditë që i ka pas në dispozicion, nuk është që ka tentuar që ta bëj një marrëveshje qoftë me ndonjë parti apo qoftë me deputet, me individ brenda partive politike. Dhe realisht ajo që ka mundshoj nëse japet mandati zotit Konjufca si mandatari i dytë
brenda lëvizjes vetëvendosje, është duhet presim rezultat të njëjtë rezultat ndryshe nga eksperimenti i njëjtë. Dhe realisht do të ishte marrëdhënie se presim një gjë të tillë, aq më tepër kur tashmë partitë politike janë të barikaduara në pozicionin e tyre që nuk kanë votë dhe kërkojnë zgjedhje të reja. Zoti Konjufsa për dallim nga Kurti është një figurë që megjithatë shihet si figurë më e pranueshme nga opozita, por në gjendjen që jemi në një proces kaq shumë të zgjatur, nuk mendoj që as zoti Konjufsa do të arrijë ta marrë mbështetjen e ndonjë individi brenda opozitës së djeshme apo ndonjë partie politike. Dhe në një farë mënyrë po shihet tashmë që interesi më i madh është që shkohet në zgjedhje të reja, të cilat pashmangshëm do të jenë brenda aktiviti, a më konkretisht pritet të jenë në muajin dhjetor. Ndërkohë, Shkodran, gjithsesi nga aspekti i dialogut politik, mos po gabojnë disi partit opozitare që ndoshta nuk po e shqyrtojnë disi këtë emër që era herës është parë ndoshta dhe si një figurë që ka dallime nga Kurti. Për shembull, Konjufsa në cilësinë e kryeparlamentarit ka qenë dhe në Hag, për shembull, diçka që Kurti nuk e ka bërë, është parë po themi si një politikan ndoshta më i balancuar ose më i maturuar në raport me qëndrimet që për Kurtin ndoshta kritikët i thonë që është më në ekstrem. Nuk mendon se për të mirën e Kosovës duhet të futen së paku në një proces dialogues? Para se të lëshuam në këto konstatimet për Konjufcën, unë pajtohem me ju, unë mendoj që nëse veprohet edhe strategjikisht apo taktikisht, opozita do të ishte mirë ta votonte Glau Konjufcën dhe t'i shmangte zgjedhjet në muajin dhjetor, sepse gjithsesi neve na presin zgjedhje edhe në pjesën e parë të vitit të ardhshëm për shkak se i kalan mandati presidentes. Dhe rrjedhimisht dy parë zgjedhje brenda një periudhe kaq të ngushtë, sidomos pas zgjedhjeve që kemi poshtë shkurt, mendoj që janë të tepërta edhe për më tepër mendoj që nuk i konvenojnë as opozitës. Dhe jam i bindur që zgjedhjet që mund bëhen në dhjetor nuk do të prodhojnë ndonjë rezultat që është ekstremisht i ndryshëm nga rezultati që kemi pas në shkurt. Pra, prap mund të futemi në një krizë të radhës dhe të mos kemi një rezultat të ri, mos kemi një qeveri të re. Rrjedhimisht mendoj që partitë opozitare në një farë mënyrë patën reagime të nxitume dhe mendoj që të duhet ta mendonin më shumë idenë për ta votu zotin Konjufsa. Kur them këtë, nuk e them se zoti Konjufsa përbën shumë dallim nga zoti Kurti. Realisht zoti Konjufsa ka një qasje më ndryshe nga zoti Kurti, qoftë në raportin me partitë e tjera, qoftë në raport me shumë tema të tjera, qoftë në raport me ndërkombëtar. Megjithatë duhet pas parasysh që zoti Konjufsa asnjëherë nuk ka dalë nga linja që e ka mbajtur zoti Kurti Karshi çdo zhvillimi. Pra, dallimi mes Kurtit dhe Konjufsës është më shumë kozmetik se sa përmbajtësor. Po për te kësaj mendoj që vota për të në një farë mënyrë do t'i shmangte zgjedhjet, do ta kishim një qeveri që quhet qeveri e pakicës, do të përfundonin disa gjëra siç është votimi i buxhetit dhe disa votime të rëndësishme që mund të bëhen në parlament, dhe do t'i hapte rrugë përgatitjes më të mirëfillt për zgjedhjet të reja që do duhej me patjetër të mbaheshin diku në mars ose në prill të vitit të ardhshëm. Mendoj që opozita në një farë mënyrë aktualisht që ka një farë vetbesimi që zoti Kurti do të ketë një rënje drastike nëse mbahen zgjedhjet në dhjetor. Unë personalisht nuk e shoh një gjë të tillë, unë pres dhe besoj që zoti Kurti do ta ketë një rënje për shkak se sidoqoftë ai konsiderohet pak a shumë fajtori kryesor për gjithë këtë zvarritje, apo megjithatë kjo rënje nuk mendoj që shkakton ndryshim të madh në skenën politike dhe nuk mendoj që një qeveri tjetër nga opozita nëse tentojnë ta bëjnë së bashku mund bëhet shumë lehtësisht.
Shkodran, lidhur edhe me ecurinë politike. Kosova ka raundin e dytë të zgjedhjeve gjatë fundjavës dhe ka patur dhe debate mes kandidatëve kryesor përfshirë edhe të Prishtinës, madje edhe në televizionin tuaj, apo jo? Çfarë po ndodh dhe kush shihet si favorit? Nga dita e djeshme kemi hyrë në 7 ditëshin e balotazhit, fushatës për balotazh, më falni. Pra, ka një fushat një javore deri te dielën kur do të mbahet raundi i dytë. Siç e kemi thënë, raundi i dytë është apo zhvillohet në 18 komuna, 16 prej të cilave janë komuna me shumicë shqiptare, një është komunë me shumicë turke dhe një komunë është me shumicë serbe, ku aty realisht balotazhi tash është sa përsye faqe për shkak se kundër kandidati i partisë Lista Serbe, pra që ka qenë një parti tjetër, është tërhequr nga gara dhe mbështet listën serbe, sidoqoftë ajo është një komunë e vogël dhe se ka ndonjë rëndësi të veçantë. Sa i përket garës tjetër, padyshim që sytë janë të gara e kryeqytetit të Prishtinës. Mbrëm ka pas një debat mes dy kandidatëve që synojnë Prishtinën, pikërisht në televizionin ku unë jam i angazhuar në të shtatë. Ka qenë një debat që realisht nuk ka pas përplasje shumë të forta, megjithatë ka pas akuza, ka pas kundër akuza. Tash unë rezervohem pak me qenë se është mbajtur televizionin tim për ta komentu kush ka qenë fituesi. Megjithatë mendoj që në garë është pak a shumë favorit për Parim Rama, kryetari aktual i Prishtinës. Kjo edhe për shkak që është më i hapur ndaj bashkëpunimeve me partitë e tjera. E ka marrë mbështetjen e një partie deri paktën deri tash AK-s Ramush Haradinajt. Mendoj që edhe vullneti brenda elektoratit PDK-s. Po, AK-ja nuk është se është i partie fort në kryeqytet, apo jo? Nuk është prej partive më të forta, po megjithatë ka një numër. Ka një ndikim, okay. Po, është diferenca e vogël, është me vota, Rama është i pari, po nuk është me një përqindje e parit vogël përpara Herullah Çekut, dhe mendoj se secila votë këtu ka rëndësi. Po ajo që po thosha është që edhe brenda elektoratit të PDK-s, që është forca e tretë politike dhe e ka një numër rekord të votave në këtë zgjedhje, mendoj që ka frymë më shumë për Parim Ramës, madje së fundi pati edhe një mbështetje nga familja e presidentit, faktikisht presidentit Hashim Thaçi, për Parim Ramës. Dhe në anën tjetër kundër kandidati i Ramës, pra Herullah Çeku nga vetëvendosja, disi është më i prerë në raport me bashkëpunimet dhe siç duket kjo mund të edhe t'i kushtoj në rezultat. Po duhet të themi që përveç Prishtinës, garë tjetër që do ta ketë vëmendjen është gara në Mitrovicë të jugut, ku përballë janë kandidati i VV-s Faton Peci, një herët ministër i bujqësisë në detyrë, dhe kandidati i PDK-s Arjan Tahiri. Edhe atje gara ka qenë për 100 e disa vota diferenca. Është një garë jashtëzakonisht e ngushtë, po njëkohësisht është një komunë që me ngulm vetëvendosja po tenton ta fitojë, ndërkohë PDK po tenton ta ruajë, ndonse në këto zgjedhje ka kandiduar me nën kryetarin e komunës, pra jo me Bedri Hamzën, i cili ka qenë kryetar. Është garë e fortë atje, vetëvendosja po i shfrytëzon gjitha kapacitetet e saj për të fituar atje. Vazhdimisht kryeministri Kurti, po edhe eksponent tjerë të qeverisë janë në Mitrovicë, dhe siç duket vetëvendosje më shumë i ka syt nga Mitrovica e jugut sesa nga Prishtina, sepse po e sheh edhe më të mëshme për ta fituar, morë parasysh që kandidati i tyre ka dalë i pari atje në Mitrovicë pas votave të diasporës, por njëkohësisht edhe për shkak të zhvillimeve në veri të Kosovës, pra është komunë që është në veri të Kosovës afër 4 komunave me shumicë serbe, mendoj që në afatgjat ka interes më të madh për ta fituar dhe po e shohim për kushtimin më të lartë të krejt ekzekutivit për të fituar atje. Gara në komuna tjera është, mund të themi që është pak a shumë në hijen e këtyre dy qyteteve dhe pak a shumë në komuna të tjera favoritët thuajse në shumicën prej tyre dihen, përjashton ndonjë komunë të vogël që nuk e ka rëndësinë shumë në kuptimin strategjik. Shkodran, edhe një pyetje se i takon zgjedhjeve vendore, një tranzitim pushteti ose
fitore opozitës do të jepte kuota më të forta në zgjedhjet e përgjithshme, apo në Kosovë kanë qenë gjithmonë procese të ndara, nisur dhe nga kompozicioni politik atje, pra me shumë parti? Mendoj që fitoria e opozitës, sidomos fitoria në Prishtinë dhe në Mitrovic, mendoj do të ishte një infuzion, do të ishte një shtys për zgjedhjet parlamentare, pavarësisht kësaj që ju e thani dhe që qëndron, që janë zgjedhjet e ndara dhe jo domosdoshmërisht që pasqyrojnë atë çka ndodh tash në atë çka do të ndodhë në zgjedhjet nacionale. Megjithatë marr parasysh që zgjedhjet nacionale mund të jenë në muajin dhjetor, pra në një periudhë shumë të afërt, me një distancë një mujore apo pak më shumë, mendoj që do ta kishin një ndikim, sepse në një farë mënyre vetëvendosja deri me tani në zgjedhje lokale, pavarësisht që në garën për kuvende komunale ka dalë jashtëzakonisht më dopt, sepse është e treta, është me 17 asamblesë apo këshilltar kuvendesh më pak, mendoj që në kuptimin e garës për kryetarët komunash, deri me tani është në një pozicion të favorshëm, sepse i ka fituar 3 komuna nga 4 sa i ka qeverisë pa balotazh, kurse është në garë në 12 komuna. Dhe fare letë e ka për të arrit rezultatin që ka pas, madje ka letë edhe për të arrit pak rezultatin, kështu që mendoj që suksesi i saj varet nga performanca në Prishtinë dhe Mitrovic. Dhe e fundit, Shkodran, është folur për një incident në pjesën veriore të rrëmbimit të një serbi të Kosovës, apo jo? Për çfarë arsye ka ndodhur, cilat janë detajet? Realisht nuk ka shumë detaje, ma shumë ka pasharësi, do thoja. Përflitet që paktën sipas disa përfaqësuesve serb nga atje që mund të ketë gisht grupi i Radojčićit, është rëmbyllë, është plakos një serb atje, një doganier. Nuk ka informacione qarta, ka pas reagime denoncuese nga presidentja, nga ministri Brendshëm dhe të tjerë. Presidentja ka shkuar dhe në veri? Urna? Presidentja ka shkuar dhe në pjesën veriore të vendit? Jo, ka pas reagim, thash. Kështu për mes rrjeteve sociale. Denoncues në dhe një farë është kërku ndërhyrje nga faktori ndërkombëtar për ta dënu këtë që quhet si agresion i Serbisë. Nuk ka pas shumë detaje se si ka ndodhur gjithë ngjarja, por megjithatë ka pas thashë theme ose ka pas spekulime që prapa rastit mund të qëndroj grupi i Radojčićit. Okej. Shkodran, shumë faleminderit që isha me ne, kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit, natësi gjithherë. Mirë miq, do të ecim si më tej, shkojmë reklama, kthehemi pas pak. Mirë, kthehemi në studio, diskutojmë tani për situatën në rajon. Unë kam në lidhje të drejt për drejt teoricianin Aranit Slamniku. Aranit, shumë faleminderit, kënaqësi të bisedojmë. Përshëndetje, Gjoj. Mirë, u bënis bisedën nga diçka që ti e ke potencuar vazhdimisht që ka të bëj me rrezikun e një përplasje të Serbisë me të tjerët. Së fundmi ka qenë një reagim i presidentit të Bullgarisë, i cili është shprehur specifikisht se Serbia synon territore nga Kosova, Bosnia, Kroacia dhe Mali i Zi, madje dhe Maqedonia e Veriut. Thot ai si e pe këtë deklaratë dhe çfarë të bën përshtypje? Por i përshtypje që kjo deklaratë erdhi nga presidenti bullgar, para se të vinte nga ndonjë agjencion i inteligjencës i rajonit apo edhe i Kosovës, posaçërisht edhe vetë pse jo edhe Shqipërisë. Po kjo është një lajm i pritshëm për mua, përkundër të tjerëve që ndoshta deklaratat e mia të her pas hershme për një eskalim të situatës dhe për një konflikt të nisur nga Serbia, do është 100% i mundshëm dhe pritet të ndodhë. Pra, këtyre deklaratave ndoshta dikujt nuk i kanë shku në vesh dhe kanë qenë të pabesueshme, dikujt edhe nuk i kanë konvenuar fare, por që analizat e mia përfundimisht po dalin të vërteta dhe potenciali i rrezikshmërisë është i lartë, pra. Kjo
në anën tjetër Gjoj bjen keq, po du ta them. Po bëhet qefi që po dalin ato analiza, sepse po të dalësh në publik me një deklarim të tillë se pritet një eskalim i situatës, një luftë nga Serbia në rajon edhe të mos ndodhë ajo fare, apo të mos ketë asnjë sinjal si ky i sotmi, atëherë vërtet ndihesh keq. Pra është një lehtësim për mua kur ka deklarata të tilla nga krerët shtetëror të ndryshëm, si ky tani bullgar. Aranit, po është thënë që Shqipëria, Kosova dhe Kroacia kanë një marrëveshje të bashkëpunimit ushtarak dhe është lakuar edhe Bullgaria që mund të jetë, po themi, pjesë. Vjen nga këto shqetësime kjo masë e ndërmarrë nga shtetet e rajonit dhe kam përshtypjen është diçka pozitive apo jo? Absolutisht po, kjo është një paradoks tjetër, Gjoj, të kjo aleanca e re Kroaci, Shqipëri, Bullgari dhe Kosovë. Është se përveç Kosovës, të gjitha këto tjera shtete janë pjesë e Aleancës Veriatlantike të NATO-s. Dhe çfarë kërkojnë edhe një aleancë shtesë të krijojnë nëse vetë janë në NATO. Pra, logjika e shëndosh është ajo se prisja e kësaj aleance të re është Turqia, sepse edhe Turqia është pjesë e këtyre marrëveshjeve ushtarake të reja që e ka inkorporuar dhe Kosovën, sepse po mos të ishte një shtet aleat. Po shet dronë, po shet armë Turqia në Kosovë, po ja. Po patjetër, ne do të duhet të t'i blenim dikur. Edhe sot kanë marrë kontingentin e ri të armëve, kanë marrë edhe nga Amerika, nga SBA, kanë marrë edhe nga Gjermania, por kontingenti kryesor po vjen nga Turqia, sepse atje edhe po kena mundësinë e trajnimit të stafit ushtarak për përdorim falas. Derisa në pjesë tjera ku po blihet armatimi, gjithçka po është me pagesë pra. Dhe kjo është një avantazh i cili po e shtyn edhe Kosovën drejt armatimit sa më të madh me armë të prodhuara nga Turqia. Është një sjarje që mirë se ashtu si ishim para 4-5 viteve Gjoj, po pa asnjë kontingent të mjaftueshëm, sot Kosova gëzon një respekt edhe të armiqve falë këtyre armëve dhe këtij armatimi që po vije për çdo ditë. Erdhët, ndërkohë lidhur edhe me ngjarjet e fundit ka patur sërish një incident në pjesën veriore ku është rrëmbyer një serb i Kosovës, pra qytetar i etnicitetit serb që jetonte në veri të Kosovës. Cilat janë detajet, sepse duket sikur nuk ka shumë informacion? Ky serbi duket se ka lëvizur në formë ilegale kufirin Kosovë-Serbi, dhe është qëlluar në pjesën e Serbisë duke hyrë në Kosovë. Dhe është kapur nga Gjandarmeria serbe pasi që e kanë plagos. Se ai është i plagosur tani më. Dhe është i arrestuar nga Gjandarmeria serbe. Dhe këtu është ai far paradoksi që institucionet tona duhet me qenë shumë ma vigjilente dhe të mos i besohet atë shumë institucioneve ndërkombëtare siç është KFOR-i tani më. Se unë ashtu edhe e kam parapah dhe kështu gjithçka kështu fillon Gjoj. Lufta dhe masakrat e Bosnjës që kanë ndodhur në Bosnjë e Hercegovinë ka filluar në dasëm. Konflikti ka filluar në dasëm. Kjo është publike, është dihet. Pra me pak këtu duhet që të bëhet ajo çfarë po pritet të ndodhë. Kështu fillon fakti. Aranit, lidhur me Serbin, kemi parë vazhdimsi të protestave të mëdha atje, kanë qenë dhe përplasje të dhunshme, dhe media ndërkombëtare dhe burimet e besueshme thonë që 10 mijëra protestues, kryesisht student dhe të rinj,
janë përplasur vazhdimisht me policin, por edhe me lojalistët, grupe që besohet se i përkasin kontingjenteve kriminale dhe amnistojnë nga Beogradi me qëllim që të bëhen si kundër protestues, t'i quajmë si të tillë. Çfarë ka ndodhur? Ai popull duhet me kuptu një fakt historik, që ai popull është mësu, sidomos gjatë 90-tave këndej, është mësu tërë kohën në konflikte dhe luftra. Populli serb nuk mund të mbjetoj pa konflikte dhe luftra. Tani, pasi që kanë mbetur vetëm në shtëpi, në shtëpinë e tyre të quajtur Serbi, ata nuk mund të durojnë pa konflikte. Dhe shisë se çfarë bëjnë tani ndër një vetë, brenda llojit. Pra, Vučići, përveç që i ka institucionet e rendit edhe ligjit, i ka policin, gjandarmerin, të cilët i ka disloku në lokalitete, në rrugë, në sheshe, në për të gjitha qytetet e mëdha, ai përkundër këtyre, ai ka marrë tifozët e klubeve futbollistike serbe, Delije dhe Grobari, janë dy lloje të grupeve të tifozerisë, ata janë ultra radikal, i ka veshur me veshje të zeza dhe kanë shufra të metal të në dorë, që janë një farë lloj pararoje, ata llogaritni, ata janë pararoje e policisë përballë protestuesve paqësor. Tani, këtu është konflikti dhe këtu lind konflikti. Në momentin që këta fillojnë sulmin ndaj protestuesve paqësor, në rastin që i kthehen protestuesit paqësor këtyre huliganëve, do hyjnë policia. Dhe kjo është ai konflikti me cilin unë kom paralajmëruar se Serbia po ecë drejt një lufte qytetare. Konflikti civil, pra. Po pra, lufte të brendshme, konflikt civil të brendshëm, por që e vetmja shpresë që ta shpëtoj Vučićin qeverinë e tij dhe këtë konflikt qytetar është një nisje e një konflikti në rajon. Kjo e shpëton vetëm. Sepse kështu ndodhi edhe me Netanyahun para 7 tetorit atëherë. Pra, kishte protestat të brendshme, kërkonin me shkarku nga qeveria, ai e filloi këtë projektin. Frika nga të tjerët krijon unitet, parimisht. Po pra. Dhe beson se Vučić mund të ndërmarrë dhe inkursione të karakterit ushtarak për të synuar një lloj mbështetje? Po mirë, pyetja hipotetike jo për juve, po kështu. Pse Vučići të mos merr një hap të tillë? Hapi i tillë drejt një konflikti rajonal, atë do ta nxjerrte një udhëheqës të denjë të Kush mund të jetë preja, se NATO është në Kosovë, është në Shqipëri, është në Kroaci, mbetet, si thua, Bosnia vulnerabël. Po dhe në Bosnia është NATO-ja, është me forcat e ESFOR-it. Okej, por jo në trajtën e Kosovës, apo jo, me një mandat të qartë. Edhe në Kosovë është KFOR-i, pjesa e NATO-s në kuadër të KFOR-it. Pra, komplet Serbia është e rrethuar nga forcat e Aleancës Veriatlantike të NATO-s. Maqedonia në NATO, Bullgaria në NATO, Rumania në NATO, Hungaria në NATO, Kroacia në NATO, pra gjithçka është në rreth. Ta po presim që të nis një konflikt kështu i vogël si kjo plagosja dhe arrestimi i këtij serbi në veri të Kosovës, por që kjo do të eskaloj. Unë po pres certifikimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë dhe inicimin e themelimit të komunave serbe në Kosovë, një anshëm nga kryebashkiakët serb që janë zgjedhur në këto zgjedhjet e fundit në Kosovë. Ta do të inicojnë themelimin e këtij asociacioni jashta jurisdiksionit të ligjeve të Republikës Kosovës. Dhe këta, nëse i shkelin këto ligje dhe do t'i shkelin, pritet arrestimi tyre. Me arrestimin e tyre, Serbia ka pretekst që të thirret në mbrojtjen
e serbëve, e civilëve, e tjerë në Kosovë dhe aty gjithçka fillon. Ernit, ndërkohë, Kryeministri Rama ka dhënë një intervistë ekskluzive për rrjetin Al Jazeera, ku shkruan se Rusia nuk do të sulmoj asnjë tjetër shtet evropian. Sipas Ramës, NATO nuk ka arsye pse të ketë frikë nga askush, sepse mbetet forca më e fuqishme në planet. Dhe gjithashtu thotë që Rusia nuk do të sulmoj as Shqipërinë dhe as Europën. Pse e përfshin Shqipërinë në një, po themi, rreze të largët të ndikimit të Rusisë dhe si e sheh këtë prononcim? Këtë prononcim e shoh se si kryeministri Rama i ka përfunduar të gjitha punët brenda Shqipërisë, pra e ka bo parajs, gjithçka është vaj, po jo ecin punët ose jos më mirë, pra edhe Zvicra ka filluar me jo pas zili Shqipërisë nga zhvillimi dhe avancimi. Tani Ramas tu mos pas çfarë bëj në Shqipëri, se i ka përfunduar të gjitha punët, po njëri averimi qoftë, hallalli qoftë, tash mirret me politika ndërkombëtare të nivelit më të lartë. Pra Rusia tregon se kënd do ta sulmoj apo jo. Kjo është debakël politik i një lideri i cili në shtëpinë e tij ka një grumbull të madh të detyrave të pakryera. Pra, shikoni tani me Eriol Velin çfarë ndodhi dhe gjykata se si veproi. Pra, Edi Rama dhe kryeministri Rama, unë vlerësoj se është mirë që të i kthehet shtëpisë së tij performancat diplomatike apo gafet e ndryshme që i bën çdo herë në çdo takim të nivelit të lartë, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë kudo, është mirë që të zbutet dhe të filloj të reflektoj si një bushtetas me dignitet, me seriozitet, me respekt, që të kenë lakmi të tjerët, po jo palaço i holleve mbretërore që të gjithë përqeshin me te. Pra, marrja e vëmendjes ka mundësi të bëhet edhe me punë të mira që i bën brenda shtetit, dhe jo vetëm me batuta të pakrit. Pra, Rusia se kujt i bie, kënd e ka target, si e ka target, e dhe një rreth i ngushtë i generalëve rus dhe i presidentit Putin. Dhe kjo i bie, këto deklarata të Edi Ramës i bie se ai është në rrethin e ngushtë të vendimarrjes ruse se kujt kush ka mira. Është mirë që ai të fillon të krijojë ushtrinë rezervë, të thret rezervistët, ta forcoj edhe njëherë mirë shtetin, të mobilizoj siç duhet ushtrinë, të ngrit kapacitetet edhe efikasitetin e tyre, të krijoj edhe para uniforma edhe të ushtrisë, siç është policia, edhe ndonjë faktor tjetër shtesë, pse jo edhe një skuadër apo efektivitet brenda ushtrisë së Kosovës të jetë e gatshme 24 orë për ndërhyrje eventuale në Kosovë apo në Maqedoni për shqiptarët atje, sepse me kushtetutë kështu e ka. E ka për detyrë t'i mbrojë shqiptarët edhe jashtë kufirit të Shqipërisë. Pra, këto janë detyrat e këtij, se për te Putini këto janë momentume që ndoshta Edi e ka nostalgjin e jetës të parapolitikës të cilën e ka pas, po këto punë nuk bën kështu sepse po gjoj, kupton edhe një gjë, se edhe neve po na vije zor e keq neve shqiptarëve të Kosovës kur po e shohim në ato performanca dhe me këto deklarata. Besoni se
kjo është e pa imagjinueshme për edhe një lider tjetër të deklarohet dhe të sillet si kryeministri juaj atje. Ma gjeni edhe një tjetër që sillet si ky. Ose që jep deklarata të tilla si ky. Nuk ke. Pra, fillon e mendone si për kryebashkiak të Tiranës, fillon e mendone edhe për një kryeministër të ri së shpejti, o Gjoj. Arenit, kam dhe i pyetje të fundit, se i takon të ndjerit tashmë Fatosnano, pashin Kosovë kishte patur debate për takimin e këtij të fundit me Miloševićin në vitin 97-98, diçka e tillë, në një forum ndërkombëtar në Kret. Çfarë opinionin mbizotron në Kosovë për atë takim, sepse opozita këtu ka qenë ashpër, nga ana tjetër majoranca thotë që Nano ka mbajtur një qëndrim dinjitoz, dhe ishte një takim që Shqipëria duhet tregonte një lloj qëndrimi diplomatik. Prej në 90-tave këndej, mos ta anojmë tash vetëm të ndjerin Fatosnanon, unë nuk njoh edhe një kryeministër të Republikës Shqipërisë që nuk ka pas vardisje me liderët serb. Do thonë asnjë. Edhe Sali Berisha është taku me Miloševićin në Maqedoni, edhe Nanoja gjithashtu, për këtë të fundit tani për Edi Rama nuk kem sa çfarë flasim, se e shohim se si shkon dashuria e dy liderëve. Takimi nuk nënkupton tradhti. Po, sepse në takimi Edi Rama Vučić prodhoi tradhti për Kosovën. Ballkani hapur nuk ka qenë asgjë tjetër, apo deklarimet se Kosova është tokë e askujt, ose veriu i Kosovës është tokë e askujt. Këto deklarime nuk janë pro Kosovës. Nëse Gjoj Malësia i thot Arjan Islamiku se Kosova është tokë e askujt, apo veriu i Kosovës është tokë e askujt, a i bie që ma ke për të mirë mua, apo si është puna? Pra, këto deklarime dhe këto vardisje të këtyre liderëve që i keni pas deri sot, pak kujt i ka shku për nder. Aranit, po ishin po këta liderë që i hapën rrugën në UÇK-s të stërvitej, të merrte municion. Këta lider nuk ju është një zoni këtyre liderëve, sepse aty janë vetur, janë pyet amerikanët. Po të pyetshin liderët, si që pyetën për veri, ushtarët kanë hongër dajak, ushtarët e UÇK-s. Ke edhe video edhe materiale ku policia rrugore dhe ushtria ka bërë torturë ndaj ushtarëve të UÇK-s para se të shkonin në kampe të ushtarake për ushtrimin dhe pastaj për dislokim në Kosovë. Pra, për që ka qenë vendimi 100% në duart e udhëheqësisë shqiptare, se a do të lejohen ato kampe të bëhen dhe si do të bëhen, kjo mbetet për të dëshiruar, po historia do t'ju tregoj shumë shpejt. Po vetë liderët të UÇK-s e kanë dëshmuar diçka të tillë. Absolutisht pa dritën jeshile të ushtrisë amerikane, të Wesley Clarkut, atje asnjëherë nuk është drita ndërmarrë. jeshile erdhi shumë vonë, Aranit, nga amerikanët. Unë ndoshta e dim që është shumë vonë. Unë e di që nuk ka shumë vonë. Që nga vitet e 70-ta dhe 80-ta është punu për 99-ën, o Gjoj. Po dokumentet dalin dhe do i shihni edhe ju. Dokumentet do dalin dhe do t'i shihni edhe ju. Okej, thjesht për mendimin tim është e tepër të thuash që çdo kryeministër që ka qenë në 90-tat nuk ka shfaqur një tendencë pozitive për UÇK-n, se kjo do binte ndesh dhe me vetë drejtuesit e kësaj force. Nuk e kanë dhënë më të mirën e duhur dhe nuk kanë qenë të sinqert për veprimet që i kanë marrë, Gjoj. Takimi i Miloševićit në Kret me
Fatos Nanën dhe takimi i Miloševićit me Kiro Gligorovin dhe Sali Berishën në Maqedoni, dhe takimet e Edi Ramës me Vučićin nuk i bëjnë nder Kosovës dhe nuk i kanë bën nder Kosovës. Pjesa ushtarake dhe pjesa emocionale e popullatës shqiptare është histori në vete. Politika e zyrtare e qeverive të Republikës së Shqipërisë nuk i kanë bën nder që janë taku me ata lider. Okej, në rregull. Faleminderit shumë, Ernit. Na si gjoj. Mirëmiq, faleminderit dhe ju që na ndoqët, kemi rritur në fund të programit, ne do ndajemi këtu për të ritakuar nesër, si gjithë në orën 13, deri atëherë vazhdoni të qëndroni në Top News për lajmet dhe zhvillimet e fundit. Bashkë mirupafshim.